Fillojmë sot. Shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, politologe. Po. Dhe e profilizuar në ligjin ndërkombëtar për afrimin e legjislacionit. Ose kanë mbaruar juridik? Kanë mbaruar dhe janë profilizuar në ligjin ndërkombëtar. Që do thotë? Që do thotë për afrim legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe politika dhe qeverisja në BE. Dhe ka mbuluar për 4 vite fushën e përafrimit legjislacionit Shqipërisë, që do thotë procesi i integrimit evropian vetvete është i lidhur me përafrimin e legjislacionit. Dalë me një sekond, ti ke punuar në administratë? Po, kam punuar. Në administratën e këtij tani të Ramsit? Po, 4 vite, po. Kur, çfarë vitesh? Për afërsisht 2015-2019. Ah, dakord. Pra që i bie në mandatin e, i bie sa i bie në mandatin e 2 dhe 3 pak. Po, dhe kam qenë të rrethi ekselencës, do me thënë kam qenë studente ekselente që hyra me programin e punësimit ekselencës. Po pse ike pasaj? Pse ike nga administrata? Ika për çështjen e kohës, duke qenë se në atë kohë do bëhesha nën, dhe më shumë për facilitet, për çështje orarësh, jo se kishte, por më ka rritur, do me thënë ka qenë eksperiencë e mirë. Vërtet? Ka qenë shumë eksperiencë e mirë. Një goxha, 2000 sa? 2000? 2015, 2019, 4 vite. 4 vite. Një mandat me fjalë. Po. Po ku ke pas zyrën? Zyrën, fillimisht Ministrinë e Mërshënies Sociale dhe të Rinisë, pastaj Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, gjatë gjithë kohës Zyra e Integrimit Evropian dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar. Dhe më thëmë, fali sekund, ke qenë Ministria e Bujqësisë? Po. Pa, në kohën e Ter Kokës? Janë ndruar shumë tani. Jo, kur ishe ti atëre, kur ishte ministër? Po kanë qenë disa, pra, ka qenë Panariti fillimisht, pastaj ka qenë Niko Peleshti. E di, po ti ke qenë në kohën e kujt? Unë kam hyrë në kohën e Panaritit. Deri në kohën e Blendi Çuçit. Dhe pastaj... Po Lefter Kon, kur e futën brenda mo? Apo kanë futur mbrapa? Ka qenë mbrapa. Bas Blendi Çuçit. Ah, ka qenë mbrapa, po. Po dhe si ministër ka qenë bas Blendi Çuçit. Kjo ka qenë pak a shumë, por nuk është vetëm kjo, do të thënë, unë kam pasur dhe eksperjenca tjera, së është vetëm çështja e kësaj, pse ka qenë në universiteti, drejtoi një zyrë të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të programeve Erasmus+, të shkëmbimit, student. Jo, më thënë që mërsiti, po. Më thënë kjo është... Po gjëja që ty të, së thuash që të vizaton më shumë, kush është nga gjitha ato që ke bërë? Gjëja që të së thuash thelbiot. Që më rri më mirë. Që më rri më mirë është analiza politike. Po pra. Pra je fikson të këtu. Jam fikson të këtu. Ledio, kur filloj emisionin, vlase, duke se gjetëm një politologe të aftë shumë të mirë. Gati jam unë, fillojmë se. Po jemi pra çfarë pret, Ledio? Sa i madh është Ledio, është i madh. Përshëndetje toksore, ju së më kemi mbritur, jemi live të në MCNTV si çdo të martë të mërkur dhe të premte. Të martë të mërkur jemi në orën 10, dhe sa të premten jemi në orën 9 të darkës. Sonte është e martë, data është 23 dhjetor 2025, nesër nga mesnata janë Krishtlindjet dhe uroj nesër. Sonte jemi në studio me të faqen këtu në YouTube, që ju më të shikni emisionin live, Zonë e Lirë Official, dhe gjatë gjithë kohës, kur do një të ndarë në topa. Kjo është për një pjesa e parë, fale gjë. Ky është episodi 1023, kjo është pjesa e parë e emisionit film Zonë e Lirë dhe për sonte, sezoni i 23. Mos harrojmë, para se të prezantoj të ftuarit e misonte, ne kemi dhe një kuti shumë interesante, ku ju mund të lini pyetjet tuaja me shkrim. Letët e nxjerrni tani në ekran, ja shikoni. Mjafton që ta skanoni me aparatin e celularit tuaj, bëni një login të thjesht, dhe unë të lexoj sonte ja fjalën e mesazhet tuaja, dakord? Mundohu të lini pyetje për të ftuarit e mi. Sonte në studio si zakonisht pjesë e emisionit tashmë prej kohësh, prej vitesh, Marsit Gupi, i cili është avokat penalist, pedagog të Marin Barleti, ka mbaruar ligj filozofi. Ndërkohë sonte kam për herë të parë Si gjithmonë. Si gjithmonë, po.
Ndërkohë që sonte përballë grupit kanë për herë të parë një zonjë, le ta quajmë kështu. Një zonjë të re, e cila quhet ka një emër pak të vështirë, dhe unë kam vendosur si do i flas, quhet Arseida Gjyli. Arseida, nëse më lejon, unë do të flas thjesht Arsi. Tjetër. Nuk e di atë shqetëson. Jo fare. Sepse jam i bindur që gjithmonë sa herë ta them të plot emrin do ta ngatroj. Sepse ajo j-ja dhe d-ja që më çorientojnë. Patjetër. Dhe nuk e di pse, më krijohet ideja do të fuz dhe një l, Arseilda. Po ndodh kjo gjithmonë. Ndodh apo jo? Ndodh gjithmonë. Kush ka vënë emrin? Kush ka vënë? Ka qenë një bashkëpunim mes të afërmëve të mi dhe që dolën në dakordësimin që do ishte Arseida. Kush do të dafën me tu, babai dhe mamat? Jo, s'kanë qenë ata, ka qenë Halla dhe Xhaxhai që diskutonin dhe futën ata dhe ranë dakordësinë kësaj, por do preferoja më mirë të më thrisja Arsi se sa të më ngatroja Arseid. Dhe sot të flasin Arsi shkurt në jetën e përditshme apo jo? Njerëz që të njohin, flasin Arsi. Po mund të më thuash dhe Gjyli, s'është problem. Jo se gjëja më shqetëson pak. Është si çëja te me emrin. Është pak e vrazh. Ke parasysh duhet ta xhosh energji. Gjua, kur thua që dhe gjë, për shembull, me gjën gjua, se thuash ngjitet me këtë pjesën e ngjitet lart tek thuaje, tek si quhet kjo më? Qelz. Te qelza e lartë, pjesa e lartë me qelzës. Ndërkohë çëja, edhe çëja prapë vetë gjua lart. Ndërkohë që mund të evitonim këto të gjitha apo jo? Po. Këtë fiksimin me gjuhën e ke patur gjithmonë dhe mbaj mend një detaj. Kërkoje të ftuarit të thonin çsuks. E mban më atë? E mbaj mend atë. Dhe ishte një luftë vërtet. Çfarë suksi? Pra nga sukthi. Më thosh, tash hajde bëjmë një lojë. Çsuks, domethënë çfarë suksi je? Po shumë e vështirë. Çsuks. Çfarë vajze nga sukthi? Çfarë vajze nga sukthi? Pa çsukse. Çsukse. Ja provoni pak në shtëpi, bëni pak tani. Çsukse. Arsit falenderoj jashtëmase që më erdhe. Faleminderit. Sonte Marsin do mundohemi Arsit të hedhim dritë dhe të komentojmë aktualitetin më të egër politik në këto momente që po zhvillohet, në këtë fund viti 2025. Le të kujtojmë që lajmet që na vinë që kanë ardhur ditë nga SPAK-u, nga GKK-ja, nga kushtetusja, nga gjithandej nga kryeministria, nga gjithë dynjaja, janë aq shumë, saqë unë kam një lutje sot, po më shumë me këta të SPAK-ut, ju lutem, mos hapni kaq shumë dosjen e të jetën kohë. Ju betojmë, është e tmerrshme për ne që kemi detyrë të komentojmë. Janë orë të tëra pune dhe e bukur është që është një fjalë e urtë që thuhet zakonisht në media, fjalë e urtë. Është një gjë në media që nuk është e shkruar, po njihen nga të gjithë. Asnjëherë mos jep dy lajme, jep një, se po dhe dy njerëzit s'mbajnë vend asgjë. Neutralizojnë njëri tjetrin. I mbivendosen. Tani imagjino se ç'bëhet ato ditë, është një tmerr i papar. Atëherë unë mund të jetë e qëllishme, por në fundit prap, në momentin që ti e bombardon kaq shumë publikun me gjithë këto gjëra, dhe cilat janë gjëra të rënda, nuk janë gjëra që themi nuk janë lolo, shakara, e ke parasysh? Atëherë normalisht i bie që ne seleksionojmë dhe atë bëjmë. Për shembull sonte unë kam vendosur që të bëjmë një lloj scrollingu. Kam pas një emision që e kam akoma, pronsi, që është scrolling. E kam bërë me çuna dikur, këtu te MSN-ja, do bëjmë një scrolling me Enon dhe me Ledion. Ne jemi gati tani, kemi punuar sot, e do nxjerrim me imazhe të gjitha gjërat. Dhe ti Arsit dhe ti Arsid, Marsit, më fal, e shikon, duhet ngatroj emrin e këtij unë tani. Do më komentoni. Po para se të më komentoni, dua të them që Arseilda Gjyli, shkurt Arsi, ti ke mbaruar shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, je politologe, ke bërë dhe aktivitete të tjera në jetën tënde, për cilat ne nëse ti do jesh më shpesh në emisionin tim, her pas here do mundohemi t'i shpalosim, nuk po i them të gjitha sot. Ledio, ndërkohë ju kujtoj të gjithëve këtë kjo kutia këtu lini pyetjet për Arsin dhe për Marsidin, lini pyetjet tuaja dhe unë do t'i lexoj pas pak sa të më vi linku, do vani si jeno. Tani është shumë herët, kështu që sa të bëhen ca pyetje, po bëni skanim, po është e thjesht fare, merr celularin, hapet e foto, pa futej ato do dalin gjëra e verdhë kështu, futej atje, pa skanoje, hop, do të hapet. Pastaj kur të hapet do bësh një login. Dhe të shikosh atje do dalin, është një faqe që ka vetëm mundësish lini dhe emrin tuaj, se nuk është ndonjë gjë, nëse keni dëshirë. QR kod quhet kjo e gjitha. Kjo i shikoni atje quhet QR kod, QR kod. Le të plasim fabulën e parë në ekran Marsit, Arsi, dhe të fillojmë pa humbur kohë, me këtë rast do shohim dhe pak dhe
Me këtë rast do shohim pak të diferencat tuaja ideologjike. Okej. Midis teje dhe Marsitit, duke komentuar por aktualitetin, njerëzit do arrin të kuptojnë diferencat tuaja. Dhe me atë rast do ju bëjnë dhe pyetje. Buni të vëmendshëm. Akshi i Gysit e kam titulluar pjesën e parë të emisionit, Shteti Digital i Ramsit në rënje të lirë. On shut libre, frëngjisht, rënje të lirë. Le të fillojnë pa humbur kohë, le të tani është pikërisht te kjo pjesë, do na nxjerrë i gjithë gjërat që kemi këtu. Ledjo, ti këtu ke nxjerrë vetëm foton, por poshtë fotos janë dhe përgjimet. është dhe një tekst i vogël. A mund të e lexosh pak të lutem? Qose e ke, më thuaj se e lexoj unë. Atëherë këtu është më pas shteta si Ergysa Gasi thotë, projekti bën 2 milionë e do ta bëjmë 4 në këtë foto. Projekti 2 milionë e do bëjmë 4. Pra duke më marrë nga kjo, Arsi si e shikon të gjithën këtë që ka plasur? Gjithë histori. Pra duke u nisur nga kjo, nga një këto foto, se ka dhe i tjetër. Në zile dhe tjetër në ledjo të mbarojmë këto foto, se janë 2 më duket. Pra të kjo është 2, do ta bëjmë 4. Ndërsa të kjo tjetër ledjo që është, e kjo tjetra? Lexoj pak? Te kjo tjetra është Ergysa Gasi thotë, 2 pika. T'ja them, ka një gjë që i them Kapos që e ka gjithmonë një raport. I them Kapos që ka gjithë një raport. Kapos. Kush është Kapo? Mos është e para se filloj Arsi Po. të lë ty Marsi të na bësh një ekspoze apo jo, apo më mirë të shohim këto dhe pastaj ekspozen në fund, pastaj komentin. Më mirë të shohim këto një herë në fillim. Arsi, shpejt, këto janë përgjime që normalisht i ka bërë vetë zoti Agasi. Duhet të thënë që avokati i tij sot ishte në dyert e Spakut, një avokat shumë i njohur, penalist, me emrin Max Axhia. Kryetari i dhomës së avokatëve. Që e përshëndesim që sa shikon Max, që sa shikon, këtu ledjo, Max, sa përqen emri Max. Max, të doli emri, të përshëndesim. Max Axhia sot ka thënë që mos u merrni me këtë punë, ka thënë gazetarëve. E pari ka thënë si ka mund që i kanë dalë të gjëra, sepse vetë klienti im nuk i ka. Dhe e dyta ka thënë nuk është taratisur, por është jashtë shtetit. Atë ka pyetur ku është, e ka thënë mos pisi t'ja u them unë. Ka dhënë vetë sarimin që është për marrëdhënie biznesi. Është për i bara, ka ikur për të ndodhur një marrëveshje biznesi. Si? Në lidhje me tregtinë e cigareve. Le të tani si mund të bëjmë që të jemi të tre në ekrane, dhe unë dhe Marsidi dhe Arsi, vllase, kështu s'ka kuptim. Që s'do lëm dhe foto sipër. Ja për sekondë. Okej. Arsi, po fillojmë nga ty, me që je për herë të parë e ftuar sonte. Po atëherë Si shikon gjithë të punën e Akshit? Do vazhdojmë ndërkohë me materiale, hë? Jam patjetër që është një çështje shumë delikate. Por ty është e rëndë kjo që ka ndodhur? Është e rëndë. Por ti përgjigju dhe pyetjes. Po patjetër që është e rëndë dhe në një farë mënyre nëse kjo do të vërtetohet edhe penalisht dhe nga organet e drejtësisë, kemi të bëjmë me një çështje që në një farë mënyre prek direkt apo indirekt sigurinë kombëtare. Dhe kemi të bëjmë me këtë retorik dhe nëse jemi te kjo dhe nëse jemi ky lloj diskursi, atëherë patjetër që është një ngjarje shumë e rëndë. Por jemi në pikën që akoma nuk i kemi të vërtetuar këto dhe deklarata e avokatit tregon në një farë mënyrë që mos u nxitoni me faktet apo mënyrën se si lajmi merr dhe në media. Por prisni që këto të jenë deklarata zyrtare të dalura në një farë mënyre me fakte të vërtetuara, sepse dhe nga dosja dhe nga ajo që kemi parë dhe në media, çfarë qarkullon tani, kemi të bëjmë me lajme që në një farë mënyre janë dhe sporadike dhe ngjarja nuk është hedhur dritë në 100%, por që kemi të bëjmë një çështje shumë serioze të Akshit, tani që po flasim, në momentin kur është një nga institucionet më të rëndësishme të mbledhjes informacionit, të akumulimit informacionit dhe të sigurisë së Shqipërisë, kemi të bëjmë dhe patjetër që duhet parë. Por ajo që një qasje tjetër që ka qarkulluar këto kohë është që a ka dalur çështja e Akshit në këto momente për të hedhur në një farë mënyrë për të çuar dritë hije tek çështja Balluku, pra për të errësuar pak këtë çështjen Balluku dhe për ta kthyer vëmendjen tek çështja e Akshit. Pra a jemi tek kjo, a jemi tek ky lloj diskutimi dhe ishte ajo që ngritet ti në fillim. Që pse duhet hapur shumë dosje në të njëjtën kohë? Nuk besoj se është kjo arsye, po do kemi kohë ta flasim. Nuk besoj se është kjo arsye. Megjithatë, ajo që më intereson është që këtu ti thua dakord, ke të drejtë se një lloj etike duhet. Normal. Po këtu për shembull nuk besoj që e ka shpikur Spaku këtë pjesën që thot Agasti që ja 2 do bëjnë 4. E ka fjalën për patjetër që jo, patjetër që nuk e ka shpikur për fondet e fondin e procedurës të nderimit. Procedurës të nderimit, po. Por deklarata e avokatit thotë që
prisni që kjo t'jetë faktike. Pra, Po pse nuk qëtë faktike? Pandeuri thot nuk është faktike. Ne po flasim për deklaratën e avokatit. Nuk po themi nëse kjo, pra nuk e kemi të legjitimuar. Për te asaj, ti vetë a je skandalizuar? Unë jam e skandalizuar. Totalisht e skandalizuar, për më tepër që kishim dhe një ngjarje tjetër. Kur thua siguria kombëtare, Arsi, kur thua që prej siguria kombëtare, njerëzit e thjesht nuk kuptojnë. Shohin kthej kokën në shtëpinë e tyre, thonë rregull jemi ne, dalin te ballkoni, nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë. Si mund t'ia shpjegojmë? Akshi është një institucion që merret me informacionin e të gjithë shqiptarëve, merret me platformën e e-Albania dhe të gjithë shqiptarët i kanë të dhënat e tyre në e-Albania. Me qëra fjala e-Albania e ditë që ka 3 ditë që s'mund. Ka 3 ditë që ka një lloj në farë mënyrë blokade. Dhe jemi te kjo pika që qytetarët Drejtoresha është po. Drejtoresha është në arrest shtëpie dhe funksionarët e tjerë pastaj janë dërguar. Kalote e-Albania le të shikoni faqen e e-Albanias, kishin edhe një njoftim sot aty kur hyje. Po mundohen ta hapin. Po kishin një njoftim sot, thoshin drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile gjatë ditës sotme do të realizojë një operacion mirëmbajtje dhe përmirësimi të sistemit elektronik të saj. Ju informojmë se gjatë këtij procesi mund të ketë ndërprerje të përkohshme apo ngadalësime në marrjen e dhënave përmes ndërveprimit me regjistrin kombëtar gjendje civile. Kërkojmë mirëkuptimin tuaj për çdo vërtetësi të mundshme që mund të haset në përdorimin e shërbimeve publike online gjatë ditës sotme. Ky ishte njoftimi. Gjithsesi, mua më thënë që ka 2 ose 3 ditë që nuk punon. Dhe për t'ia qartësuar me një fjali shqiptarëve është që duke qenë se ju thatë që në shtëpinë e tyre ata nuk janë të cënuar, por informacioni në lidhje me të dhënat e tyre, që janë dhe shumë sensitive, janë cënuar në një farë mënyrë. Dhe ishte gjendje alarmi dhe kur hakeruan të dhënat e shqiptarëve të bankës, të dhënat e identitetit, rrogat e gjitha. Dhe patjetër që kjo aftoi dhe ndikoi jetën e tyre, qoftë në punë, qoftë marrëdhënie me punësin. Ndikoi sepse dolin në pa. Jo, dolin në pa pjesa e pagesave që bëhej në të zezë dhe kjo aftoi qoftë edhe nivelin e pagës, që se pati përplasje me standardeve të pagës. Një punonjës që bënte të njëjtën punë nuk paguhej pra kishte preferencialitet sa i takon edhe pagës. Kështu që ne afektohemi drejt për drejt nga dhënat dhe shoqëria e informacionit. Shqiptarët në momentin kur e gjojnë Akshi nuk e kuptojnë as çfarë institucioni është, çfarë përfaqëson vetë. Në fakt është agjencia kombëtare e shoqërisë dhe informacion. E shoqërisë dhe informacion. Kjo fund e shoqërisë nuk e di se çfarë kuptimi ka në këtë rast. Shoqërisë kanë kuptimin e gjithë veprimtarisë njerëzore dhe të dhënave që kanë të bëjnë në raportin me administratën publike. Marsit, ky është momenti jot për këto. E kemi 2 do e bëjmë 4. Është 2 do e bëjmë 4. Ka bëhet fjalë pikërisht për. Dhe pastaj jo e kapos. E ka gjithmonë një raport kap. Bëhet fjalë për fondin limit të procedurave të tenderimit. Një nga procedurat të tenderimit, po sepse çdo procedurë tenderimi kush pallet ka një fond të caktuar. Për shembull 2 milionë euro në lidhje me mirëmbajtjen, po e themi kështu, te platforma si e-Albania. Këtu shikohet Çani, këtu shikohet dhe këtu që shikohet Marsit, besoj se këto janë video, nuk janë foto. Po, këto janë video në kamera. Ky është një frame, janë frame se kanë dalë shumë që regjistrojnë diku te 10 deri 20 sekonda mos. Dhe e bukur është për t'ia shpjeguar njerëzve këto dokumenta. Ekskluziv, duhet të thënë. Duket si serial Netflixi kjo e gjithi. Këto i kanë nxjerr, këto janë fashikulli. Prit pra, kush i ka kap këto video? To Spaku i ka kapur. Po si i ka kapur? Jo, po ti tha kush i ka vënë këto kamera. I ka vënë vetë zoti Agasi. I ka vënë Agasi për të pasur provë. Për të pasur provë dhe për të kompromentuar të gjithë bashkëpunëtorët. Këto janë të verës 2025. Po. Diku të maj qershorit janë këto? Apo janë të viteve përpara? Jo? Jo. Jo, ka 3 vjet, më fal, ka 3 vjet. Ka 3 vjet. Se i ngatrohen ato datat, por nuk ka rëndësi. Ka 3 vjet regjistrime, po bën një hyrje në introduction të çështës. Spaku kur i ka marrë? Një sekondë, që të marrë vesh një po. Po, ne dua Shko, ky jetim, në lidhje me Akshin dhe me grupin e strukturuar kriminale dhe me kanosen dhe ushtrimin e dhunës në procedurat e tenderimit, ka qenë fare rastor si procedim dhe është procedim që ka rrjedhur me një procedim tjetër i mëparshëm, në cilin zoti Agasi është akuzuar për kontrabandë cigaresh. Qose u kujtohet, bëhet fjalë pikërisht përpara një viti e gjysmë. Kur bleu një fabrik. Po. Në atë procedurë për shkak. Ma kujtohet që ka të ma kujtohet me kush u akuzuat edhe kush u akuzuat dhe dhëndri një nga oligarkëve, krye konkretisht zotit Sheqet Kastrati. Më kujtohet po që më duket ku është ai tani? Nuk ka të dhënë. Nuk dihet. Do e kenë nxjerrë, por nuk thonë gjë. Po diskutohet ose do jetë shpallur personi pa lidhur me veprimet e timora. Perl. Po, patjetër, po. Dhe çfarë ka ndodhur? Në atë kohë, për shkak të marrjes së telefonit dhe të ndjekjes së qelizave telefonike, të bisedave dhe mesazhesh, janë vënë re disa biseda kompromituese në lidhje me procedurat e tenderimit të zhvilluara në Aksh dhe konkretisht gjithashtu dhe heqja e palishme e lirisë që ka qenë pikërisht për zotin Giron Meçe dhe marrja pengë e tij. Në këtë kuptim. Ledio vazhdon ndërkohë me foton tjetër, lutem, shko fiks te ajo Foristrada, se ç'është një G atje më duket, ë? Ajo një makinë G është kjo e zeza më duket. Po ç'është ajo Foristrada? Ke mendjen këtu?
Qa është Aforistrada? Jo, forse nuk e mikrofon, ti nuk t'i gjohesh. E ke parë Aforistrada, ma themë, dhe. Mërë zotri, Aforistrada kjo, qa marke është? Po ti e ke parë, më dhe, ti e nise. është Defender këtë? Ha? O Marsit, Defender është? Po. Unë i kam fiksim me të detajet, do të di për shumë markën e Aforistradat. Ky është momenti, zonja zotrinj, kur është bërë pengmarrja e Geront Meqes. Geront Meqes, i cili ka qenë një tjetër ofertues në procedurat e tenderimit në cilat ka marrë pjesë dhe kompania IE Solution, e cila fitet që është në pronësi të zotit Ermal Beqirin bashkëpunim me zotin Ergjus Agasi, që të dy këta persona sot të proceduar në gjendjen e masës arrest me burg, por të shpallur në kërkim për shkak se nuk ndodhen në territorin e Republikës Shqipërisë, dhe bëhet fjalë pikërisht për ta hequr nga procedura e tenderimit që kanë të bëjnë me institucionin e Akshit, pra Agjencisë Kombëtare të Zhvillimit, Shoqërisë dhe të Informacionit, sepse oferta e tij normalisht së informacionit, jo e informacionit. Së informacionit. Thuhet Shoqërisë së Informacionit, se më erdhi tani mesazhi. Po. Dhe bëhet fjalë sepse për shkak se oferta e tij ka qenë më ulët dhe mund shpallej fitimtari, duhet heqja dorë nga oferta e kësaj kompanie dhe këtij operatori ekonomik në mënyrë që tenderi të fitohej nga zoti Agasi dhe ortaku i tij. Në këtë lloj forme është kompromis. Ai pastaj u troqi ofertën, është mbajtur peng, bilesi kanë dhënë telefonin që të flasin me familjen në mënyrë që situata mos bëhet shqetësuese. Vetë zoti Geront Meqe ka dhënë deponimin e tij dhe ka thënë që ka çuar familjen në Gjermani duhet. Po, më kanë mundsuar që të flas me vllajin, sepse po i binte pa pushim telefonin dhe me bashortën, dhe ndërkohë kanë çuar mesazhe administratorit për të hequr dorë nga oferta, administratorit të shoqërisë ABC, mos gaboj, emri i shoqërisë. ABC kush e kishte? Geront Meqe. Okej. Dhe ndërsa Ergjus Agasi kishte shoqërinë? IE Solution. Si shkruhet? IE Si? IE Solution. Ja ta është një shenjë që bëhet. Dakor, ndërsa ky tjetri Beqiri si e kishte emrin kë? Shoqërisë? Jo Beqiri, Ermal Beqiri. Janë ortak pra bashkë me zotin. Po kishin dy shoqëri pra, kishte një Gysi, kishte edhe një dhe ky. Po, që i fusin të dyja shoqëritë si operatore. E marrë vesh. Po për mos dalë nga konteksti, si ta sqaroj rrjedhën e ngjarjeve si kanë ndodhur fakti kriminal. Po më thuaj thelbi, mos u fut shumë detaj. Dakor, dhe është pikërisht kjo akuzë. Por ku është kjo godin? Dëgjoni, nëse do ishte do të sqaroj vetëm një gjë, shumë detaj i rëndësishëm. Sepse po mos ishte heqja në këtë lloj forme e lirisë, në këtë lloj forme të paligjshmërie. Dhe pengmarrjes së këtij Geront. Pengmarrjes dhe pikërisht për arsye që të ushtrimit të dhunës dhe kanosjes, preqen dorë nga procedurat e tenderimit, ata mund ta kthinin në procedurë pas administrative me fuqinë politike që kanë dhe me ndërhyrjet. Pra po ti që ky fakt penal do ishte më thjesht që ti ulej rëndësia. Ergjus Agasi që kërkohet sot, sepse ka mas arresti për ata. Po sepse kjo ka faktuar grupin e strukturuar. Kjo ka ndikuar që cilësohen si grupi strukturuar kriminal. Njerëz që kanë ushtruar veprën penale të heqjes së lirisë dhe kanosjes për procedurat e tenderimit, dhe gjithashtu shkelja e barazisë në tendra dhe pastrimi i figurave të veprave penale. Nëse thjesht do kishte suportimin nga ana e drejtoresës së Akshit, e cila po ashtu është person i marr, i pandehur dhe gjithashtu me masë sigurimi arrest në shtëpi, zonja Melinda Karçanaj, do ishte thjesht për shkeljet barazisë në tendra, gjë që do ishte sanksioni i dënimit penal do ishte shumë më i ulët dhe nuk do rrezikonin heqjen e lirisë dhe masën e sigurimit arrest me burg. I thua kjo është bërshkas? Kjo është arsyeja pse ja rëndon pozitën. Po ndërkohë sepse përfshin edhe 3 figura të tjera të veprave penale. Dhe është fakt shumë i rëndësishëm. Jo, po ky është fakti më i rëndësishëm. Po ky është fakti më i rëndësishëm. Është një nga më të rëndë. Më komprometues. Dhe më spektakolari. Po. Se fatikisht Ergjus Agasi, le ta themi tani, nuk është se reduktohet vetëm te ky akt. Nuk reduktohet, pyeta është këtu çani, sepse aty ka qenë i përfshirë dhe zëvendës drejtori i policisë. Më fal, dyshohet se ka qenë. Po pra, është marrë sepse të gjitha dyshohen deri në momentin e vendimit formës projekte atë drejtori jo i përgjithshëm i Tiranës. Po pra. I përgjithshëm policisë. I cili ku ndodhet tani? Aktualisht ai është i pezulluar nga puna. Dhe nuk e kanë marrë ata, nuk kanë masë shënguese. Jo. Po i kanë marrë celularin duke. Po. Po ndërkohë celularin e kanë marrë dhe këtij prodës më thanë apo jo? Nga ato që ka mund flitet që po, i është marrë. Por një shtrim nuk ka, se dëgjon për lajm. Jo, i është marrë telefoni dhe është duke u zhvilluar, mendoj ndaj tij një hetim. Kjo pengmarrje. Se marrja e telefonit gjithmonë i paraprin marrjes së pandehur në një proces penal. Po prodën e ke fjalën. Po. Por ky prodë është njeri i afërt me, në kuptim njeri i besuar i Ramzit? Flitet që është njeri i besuar dhe është njeri i cili nga dyshimet që ekzistojnë është i negociuar nga grupe interesi
që dyshojnë që mund të jetë dhe grupe kriminale ose agenda ekonomike që e kanë çuar deri në vendosjen e drejtorit përgjithshëm të policisë. Po i kam dëgjuar këto, i kam dëgjuar në media nga këta gazetarë. Gjitha janë dyshime, po është mirë të themi që të pasurojmë sa më shumë gjitha perspektivat për ta parë një ngjarje. Arsi, ti si gocë që je, kur shikon kështu histori pegmarrjes, të cilat lidhen me atë që ti e quajtur siguri kombëtare apo të një institucioni, siç është Akshi. Akshi, vërtet. Ti vetë për shembull si gocë ke ti ndjesi që mund të ketë marrëdhënie si çuna apo ke ndjesi ndryshe, për shembull, të futet pak drithma? A mendon o bobo ku do rritet fëmia im? Patjetër që po, por ideja është që nuk është ngjarje e re. Domethënë, ne kemi patur një indicje që ka një implikim gati të pashkëputshëm mes politikës, krimit organizuar dhe drejtësia që vuri alarmin përpara kur zoti Dumani ishte në parlament dhe u ngritën pyetje në komision parlamentar dhe ai tha që kemi vështirësi për të shtruar punën tonë sepse ka një implikim dhe lidhje gati të pashkëputshme mes politikës dhe krimit organizuar. Dhe ne kemi pasur indicje dhe ka qenë gjithmonë një fill që e ka lidhur shoqërinë shqiptare. Duhet thënë që i pari që ka folur për të çështje publikisht ka qenë Berisha, a? Po patjetër. Ka qenë institucion. Berisha për Ergyll Sagasin, ne të gjithë hapnin veshën dhe thoshim kush është ky më? Jo vetëm, po në fushata zgjedhore, partitë politike, në mënyra se si janë financuar, nuk kanë qenë financime që kanë ardhur nga parat pastra dhe ne këto e kemi ditur. Ne në parlament jemi përfaqësuar. Unë është tani janë faktuar. Po tani janë faktuar dhe po dalin në pas. Si ka mundësi që Edi Rama, më falë se do ta bëjmë shkurt të bisedë, se pastaj do të hapim më shumë. Si ka mundësi që Edi Rama ose Ramsi alias Ramsi 4, siç e quajun këtu, se është mandati 4, Ramsesi 4. Si ka mundësi që ky njeri ku e gjen për shembull forcën, fuqinë, qetësinë? E pash dhe sot parantezë, e pash dhe sot në një eveniment, me ca student. Po. Që ky rinte atij bënte regjin dhe ata që bënin siç thoshte ky, thash vetë si përdoren njerëzit e Shqipërisë. Po. Ishin çuna dhe gocat e reja, ata simpatik të gjithë, kishin marrë, do të ishin të ekselencës. Dhe ata që shikonin kështu në dritë syrit, dhe ky që rinte kështu me celularin, bënte foto thashin, "Ha, do ndjeni pak, jepni pak jetë." Dhe ata hop qeshnin. Pastaj fliste ky hop rinin kështu. Thash vetë ç'është ky përdorimi të mërshëm, thash. Po është mosha që e idealizojnë. Pra ata janë në pikën që duke qenë se është shumë e vështirë sot në Shqipëri të punësohesh, të bësh një karrierë, të ecësh përpara. Ti thua i kanë syt nga ai? Jo vetëm nga ai. Pra e kanë këtë të adhurimit, por janë të pashpresë edhe të rinj sot kanë probleme shumë të mëdha sa i takon këtyre çështjeve. Dhe e shikojnë në formë adhurimi, e shikojnë në formën që këtu do na hapet rruga. Dhe gjithmonë të rinj politikën e kanë parë si shpëtim. Si kështu pra që ky është njeriu, ky është Zoti. Ore, është kthyer, mos është kthyer në Zot Edi Rama dhe ne zdim gjë morti marrë. Ore, është i pathyeshëm. Zakonisht është i pathyeshëm. Në këtë momente që flasim, Prita nejse, këtë pyetje do të bëj unë. Të gjithë mbretërit jetë gjatë, zakonisht sidomos në qëse ti je shef dhe serialin Vikings, dhe aty ke një personazh Ivar the Boneless, ai u kthye në Zot, domethënë e shpalli veten Zot, për shkak të qëndrimit të gjatë, si një gatim. Si ma emrin se i ke çik shpejt. Ivar the Boneless është një nga fëmijët e Ragnar Lothbrok tek seriali Vikings. Si e ka emrin, po unë se më mend të emër. Po, është ai që Si e the emri ti? Ivar the Boneless. Është një nga djemtë e Ragnar. Është Boneless, ja. Okej. Dhe ai e shpalli për shkak të dominimit të tij të fortë, dorës të hekur dhe strategjive të mëdha dhe sukseseve që korri në luftën me fiset e tjera vikinge, bashkimin e tyre, po edhe me mbretërinë angleze të asaj kohe, e shpalli veten Zot. Po prandaj ka patur dhe emrin Boneless. Sepse që të thyesh duhet të kesh kocka. Në momentin që ti s'ke. Ç'është domethënë? Boneless pa kocka. Pra nuk ke si të thyesh. Mos isha ai Topalli. Bravo, ai. Pyetje mos thuaj që Topalli. Po, Topalli. Ska di me Ramsin ai. Ramsi vetëm Topall nuk është. Dakord, është Stelbi. Ka qëndrimi gjatë në pushtet e shpalli veten Zot. Si mundet pra Arsi? Rama është i gjatë, po s'është Topall. Jo, nuk është. Ka probleme me Henri Diskani shkreti, po është në rregull. Mos ja ndjellim tash. Jo, po dhe ana duhet. Dgjoj, o Arsi, kam një pyetje për ty. Si mundet Zotit tiki kontrolli nga duart? Si lëvizi situata nga duart? Kush po mundohet të godasti Zotin, Arsi? Po shpejt, të lutem, të bëjmë kështu që të Jam me mendimin që Rama në këto momente që flasim vazhdon të jetë i pathyeshëm dhe të ketë konceptin që është i pathyeshëm, sepse nuk e ka akoma sulmin nga ndërkombëtarët. Mendoj që lidhja. Po ndodhu aty nuk ka lidhje me ndërkombëtarët. Direkt jo, indirekt mbase po. Ndoshta Shtetet Bashkuara, unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës po ndikojnë tek SPAK-u për hapjen e këtyre dosjeve dhe për këto çështje, se ndryshe nuk do të kishte ndodhur. Por kjo ndodh indirekt. Ne direkt nuk kemi Ti thua populli i thjesht,
Popullist Nuk është se kupton gjë që janë Amerikanët mbrapa. Nuk sheh pas perdes. Absolutisht që jo. Nuk shikon mbas perdes. Është teatri. Pra jemi tek teatri. Shfaqja nuk luhet asnjëherë aty ku ta shikoj masa. Dhe jemi tek pika që Rama në këto momente që flasim nuk ka goditje të drejtë për drejtë nga ndërkombëtarët. Dhe filli që e mban të pathyeshëm është kjo. Por ka patur vetëm një element sot. Ka qenë traktati i Shqipërisë dhe aty ku ne bëjmë pjesë për çështjen e energjisë, ku Bashkimi Evropian është ankuar për Shqipërinë sa i takon për E kemi këtë, noja, te dios jo, harove. Kjo është një serialin harove. Nisja çik, nisja. Fytën sa shumë janë. Nisja pak. Jo, nuk ka lidhje me atë. Nëse dëgjoj. Dhe kjo ankesë e Bashkimit Evropian. Jo, e pash atë. Nuk e dim nëse ky është fillimi. E pash atë. Po ti ke edhe tjetrën, se ti shkon te ministeriali, ajo ka shumë pak rëndësi në fakt. Pse s'ka për tjetrën ti? Që nuk e di e kemi apo jo. E kemi, le jo. Të lutem, hiqe pak një sekondë, do e kthesh prapë dhe vur pak ta shofi dhe Arsi dhe Marsidi, të shofi pak si ka reaguar sot Bashkimi Evropian në rrjetin ambasadorit tonë në Tiranë, pra zyra e ambasadorit, si ka reaguar sot, të shikojmë tekstin literalisht, ta kuptoni që në fakt Zoti, Ramsi, që e mban vetëm për Zot, nuk do ketë thjesht. Le të lutem, më lexo në mënyrë natyrale, se ti ke mbaruar regji, por nuk është se s'di ti je dhe aktor, më lexo për në mënyrë natyrale vetëm gjërat që janë të revizuara me të verdh. Dëgjoni me vëmendje reagimin e Bashkimit Evropian sot. Ne gjithashtu përgëzojmë Spakun për qëndrueshmërinë e tij përballë presionit politik. Përballë presionit politik. Kjo ishte njëra, vazhdon pak më poshtë. Tjetra është, ne u bëjmë thirrje të gjitha institucioneve të përmbushin rolet e tyre përkatëse, të përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe të bashkëpunojnë plotësisht me sigurimin e llogaridhënies në dobi të gjithë qytetarëve. Ne mezi presim të vazhdojmë të punojmë me Spakun. Ashtu. Tani, Zoti po ha goditje. Zoti po e gjën me shigjeta. Amerikanët nuk e qasin, po ta vëshrej që është ndryshuar administrata, sa ata tjerë të kishe shok, bënte shdonte me ata, me Blinken e me këta. Po kjo administrat, për fatin e ti të keq, deri tani, nuk po e pjerë fare, dhe a ishë halë të mafë. Është duke lobuar dhe thonë që në mars, po lobimi është i tmerrshëm, është i frikshëm, thonë që po kapi një vizit në shkurt ose në mars, atje e kaloni jo këtë lumë, po shumë lumejnë të tjerë që mund i vinë. Brava. A do kaluja një fortunë? A do kaluja një fortunë, se kjo është pyetja. Fortuna është e madhe. Nuk ka qenë kjo qasja e Bashkimit Evropian. Ne ishim në kohë kur doli raport, po ka ndryshuar, prandaj po kjo është qasje tjetër. Ka kaluar raporti. Leja të para. E lëm atë. Më thuaj tani çfarë po ndodh. Gjithmonë të pyetja mos më pyetjen asnjë. Zotin janë duke goditur me shigjeta. Ke parasysh unë Zotin e imagjinoj se e gorilla e madhe, në ato filma që kemi parë kur ishin fëmijë. Një gorillë e madhe. Ke parasysh nga këta Godzilla e ka. Godzilla që e gjuani me sa shigjeta dhe ai i mirë të shigjetat pa fiqte, bën të kështu. Tani a do jenë të qëndrueshëm Bashkimi Evropian në qasjen e tyre, sepse BE-ja mund ta ndryshojë prap qasjen në një moment të. Ti thua mund të lëkundet prap. Patjetër që mund të lëkundet, sepse ndryshojnë balancat. Jemi tek pika ku Marta Kos, pavarësisht raportit të BE-Odirit, doli dhe tha. Çfarë Kosi ishte ajo? Po, ajo thoshte që Shqipëria ka bërë një ecuri galopante dhe ne nuk po kuptonim, ishte mes realitetit dhe fiction. Ajo është në trans komplet me Ramsin, e diti. Këtë nuk ditu ta them, por ditu të them që qasja e BE-s, po pra, qasja e BE-s ka ndryshuar tani dhe mund të ndryshojë prap dhe nuk e kemi akoma të qartë këtë, nuk do të jemi shumë entuziastë. Dhe kjo thua ti do japi kohë Zotit, pra Ramsit 4, do japi kohë ta shtyjë sa më shumë. Po patjetër që po. Patjetër që po. Unë e shikoj me skepticizëm logjikën e qeverisë në thonjza teknike që po flitet vërdall. Unë mendoj që nuk ndodh. Unë jam më skeptik se ty, ta dish. Po më të shmëndën se kam njerëz atë poshtë që thonë mbarojnë, mori fund kjo histori, them prisni. Çdo ditë e thon, aty kam thënë. Mos u zitoni, prisni, se Zoti ka dhe karta tjera në mëngë. Pa thënë që ka kartën më kryesore njërë. Mba e gojnë, Arjan. Mba e gojnë, Arjan. Bo, me erdi dhe pasaj thash, mba e gojnë se ishte e rëndë shumë. Nuk mund të thosh edhe të Marsit. Nuk duhet thënë kjo në media, nuk duhet, ka një... Dhe t'jo bëjmë gjiron të relan. Jemi rikëthyre, zonë e zotëri, ora është 22:39 minuta, jam me Arsejda Gjylin, shkurt Arsi, dhe me Marsit Gupin, zonë e zotëri. Arsejda Gjyli është politologe, kam provuar shkenca politike më ndërkombëtare, por jo vetëm. E njeh mirë se si funksionon shteti, se ka punuar rreth 5 vjet në 4 vjet
në dy ministri apo jo, Arsita, ku merreshe me adaptimin e ligjit paka shumë Për kështë, afrimin afrimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian. Me ligjin e Bashkimit Evropian. Bukur. Arsita ka bërë dhe një libër me titullin Dhimbja kërkon shenjtëri. Dhimbja kërkon shenjtëri. Bukur shumë. E ke me vete? Po e kam me vete. Dhe me japësh pak? Tani? Po. Po e kam atë? Që se ke atje s'ka problem, e pastaj. Me gjitha fjala, Marsit Gupin ju e njihni tashmë, është pedagog, Temarin Barleti, është avokat penalist shumë i mirë, për gjithë ju që keni halle, kujdes, mos e merrni për gjëra të vogla se i nuk ka kohë. Në që Gupi, filozofia ka një nga gjërat e tij më interesante, ka mbaruar ligj dhe filozofi, dhe jemi këtu sonte për të hedhur dritë dhe ndezur projektorat për të shpjeguar më shumë, për të sqaruar me fjalë të thjeshta gjithë skandalet që po ndodhin në qeverinë e Ramsit 4. Riplaset dhe pak pyetja në ekran, Ledjo. Pablo. Tani t'i bijem shkurt dhe pasat t'alëm në diskutim të lirë, se s'kemi kohë, vajti ora pa 20. Po fare shkurt arsi, me nga një fjali, ne do nxjerrim materiale që kemi, t'i shikojnë njerëzit, për ata i si kam parë, po para se t'i nxjerrim, unë duhet kujtoj që te ky QR kodi këtu, me siguri janë shumë njerëz duke bërë kështu, duke bërë pyetje. Dhe unë tani të mundohem që të lexoj pyetjet që ata kanë nisur për ju, duhet të shkoj te Eno, po, të shtyp këtë linkun. Unë vend ha vetë gjithmonë do të nisi linkun Eno, e kupton? Kam të merr, dëgjon. Dhe pyetjet, mirëmbrëma Çani, pyetje për të ftuarit. A mund të drejtësia të zvendësojë elitën politike dhe pse vazhdon të jenë të votuar, shkruan Mario Veshti. Wagneri thot Çani, në funksion të asaj që the duhet të kesh parasysh se Machiavelli thot se të këqija duhen bërë me një herë dhe një herësh që zëmrimi i njerëzve të shuhet shpejt, ndërsa të mirat duhen shpërndar ngadalë që të kujtohen më gjatë dhe të krijojnë mirënjohje të vazhdueshme. Interesant? Po, interesant. Bravo Wagner. Interesante shumë. Po lexoj mesazhet tuaja që keni nisur te QR kodit pa para. Ja kur janë njerëz të mençur, e shikon? Bëjnë pyetje, nuk bëjnë lololo kot, më nuk mbasin kohën. James Hetfield shkruan. Se më dhe kështu pseudonimin, pa. James Hetfield se merr vesh se kush është. Nëse me gjithë këto ngjarje nuk arrestohen, më pas dënohen njerëz, sekustrohen pasuritë, atëherë na roft lajmi, dosja me 16.000 faqe dhe gjykatat bashkë me të, thot James Hetfieldi. Andi Huti shkruan, a është Agasi personi që zvendësoi Dakon kur ishte në burg, e ka fjalë për pangjyrës Dakon. Janë duke lexuar nga QR kodi, jeni të papar. Shumë mirë se mesazhi më çoni diku në WhatsApp. Ktu. Skaner, login, bam, në kokë lëshoje. Se këtu dhe jo prezantoj unë, bëhemi pjesë e emisionit. Ky ishte Andi Huti, James Hetfieldi prap, shkruan, ti thot dikush të ftuarve se nuk bëhen një 16.000 faqe dosje nëse ka dyshime jo të vërteta. E ka fjalën për ty këtu. Nga që ti the janë akoma dyshime. Nëse Arsi ju referua avokatit. Avokatit. Ka disa pa në proces, mos harroni asnjëherë. Pavarësisht se kjo duke si giotin, po ka disa pa në proces. Gjithsesi mos harrojmë. Kështu ka pasur edhe në diktaturat më të ashtë, gjithmonë një avokat. Në momentin që dënohen për pa fajsh. Albanian Pogrades 9340 shkruan te QR kodi. Mirëmbrëma Çani, a do të sjellin këto çështje si punë e akshit metamorfozën e 2 të Ramës e panash e lindja? Çfarë perle. Marsit, dëgjove ti? A do të sjellin metamorfozën e 2 të Ramës e para ishte lindja? Ajo që tham. Po tani si mund ta titulloj tani këtë thuaj e fazën e re? Marsit, duhet ta mendojmë pak këto. Metamorfoza. Jo, po ja ka marr Kafka atë, është e pamundur. Nuk mund të bëjë ai gjëra që ka marrë. Po dhe rilindja. Ka qenë lëvizje kombëtare që përfaqësonte. Është nga Italia, Rinascimento, pastaj rilindja. Rinascimento, po në Shqipëri ka qenë rilindja kombëtare. Ti mendon që mund të qenë metamorfoza ky? Po patjetër, sepse një lloj simbioze është. Pra, të çlirosh energjinë e rithemelimit, e rilindjes nga e keqja, në farë mënyre. Bravo Arsi. Interesante shumë. Ja dha Arsi një këshill Ramsit 4. Mund të quajmë metamorfoza këtë që po ndodh tani. Se vetë dhe ai me siguri do ketë një metamorfozë. Është duke përjetuar, bravo Arsi. Urojmë mos e ketë si tek tregimi Franz Kafkës, se të shndrohet. Me që dhe Arsi vjen si tregimi kujt? I Franz Kafkës, në të cilën Grigor Samsa, personazhi kryesor, shndrohet në një kandër.
Në një kandër. Dhe Është kandra për ata i se din? Kandra është një lloj insekti. Në një buburrec. Buburrec, le ta themi kështu. Kandra në ata buburrecë që dalin gjithmonë në kuzhinë ose që jepen dhe këto solucionet për t'i vrarë. Çdo më thënë se i lexon njerëzit. Ja një sekond. Dhe problemi i kandrës tek metamorfoza e Kafkës ishte që dhe familja vet u adoptua dhe pranoi me idenë që Grigor Samsa ishte ishte bërë tashmë në kandër. Dhe problemi është që nëse edhe lideri i madh shikohet si Grigor Samsa, thash. Do pranohet sigurisht një kandër dhe metamorfoza e tij siç mund të jetë pozitive, mund të jetë dhe negative, në varësi të ngjarjeve dhe mënyrës se si do ndodhin ditën në vazhdim. Kjo do jetë një problem pastaj, nëse realisht do ketë fatin e Grigorit. Sepse gjithë kuptimi i Franz Kafkës, e dikush është, i veprave kafkiane ose genialiteti i tij është që kur ty të akuzojnë për diçka dhe ti kundërpërgjigjesh, ti sapo ke faktuar akuzën e tyre. Fakti që Ramsi si ka mund të bën këtë gjë? Kundërpërgjigjet dhe fakti i që po e fakton. Po pse pra se Ramsi 4 deri tani ka treguar maturitet, ka treguar mençuri, ka treguar po ta bashkënd për si ka mund të çapo ndodh pra? Zotit, kush po e godet Zotin? Kush po e godet Zotin? Sekond, ai është Zoti Rem. Zotin e Katunit. Ai është Zoti Rem në këtë rast. Është Zoti Rem. Dhe zotat e Rem gjithmonë goditen në mashtrimin e tyre, në falsitetin që nuk janë zota. Dhe kur ndodh goditja e tyre është kur i gjehet pika dobët. Akili për shembull kishte themrën. Edi Rama mban atletes, mund të ketë themrën, mund të ketë diçka tjetër, kupton? Cila është pikë dobët e Ramsit? Ti je dakord me këtë që thot Marsiti? Arsi apo? Deri diku. Ku e kundërshton thoj vetëm shkurtimisht? E kundërshtoj tek pjesa e Zotit të Rem. Ai në mendjen, do të thënë njeriu është ajo që mendon, ai është që është Zoti vërtet. Shqiptarët njeriu është ai që mendon, po njeriu është njeriu mund të jetë dhe ai që perceptojnë të tjerët, kujdes. Patjetër. A funksionojmë ne jashtë të tjerëve? Tek metamorfoza e Kafkës, për atë që thoshte Marsidi, ishte që ati nuk i interesonte që ishte ndruar në brumbull, pra, në farë mënyre, po kishte problemin si e perceptonin të tjerët, që e shikonin të tjerët në atë formë. Ndërsa tek rasti Ramës nuk është kjo, nuk i intereson fare perceptimi. Ramës i intereson ajo që është në mendjen e tij. Ndërsa në këtë pikë në një farë mënyrë po i hazet sharra në gosht, e shikojmë. Pra po i cënohet për të disadën herë një person shumë i rëndësishëm që është numri 2 i qeverisë dhe që ka patur role dhe funksione. Një tjetër thot Ardi Kota thot, faleminderit Arsi. Ardi Kota thot të dalin gazetarët që të bëhen Shqipëria. Çfarë do thënë kjo? Ju kam thënë bëni pyetje, mos bëni komente se jeni shumë dobët në komente. Shumica nga ju, ka të tjerë që godasin. Të dalin gazetarët që të bëhet Shqipëria, çdo më thënë? Të dalin gazetarët në protestë. Të protestojnë. Se kuptoj, nuk e thot, pra kaq thot. Të dalin gazetarët mendojnë që kanë kuptimin e protestës. Ardi Kota 271 thot, prap, ka burra ky vend. Ardi, mos ke fundë i viz plak. Përqendrohu, flasim për gjë tjetër. Ardi, kujdes. Ardi Kota, qa perle. Ani, është dëgjuar në media që Agasi i referohet si qeveria në hije në Shqipëri, por është dëgjuar në media që Agasi i referohen si qeveria në hije në Shqipëri, thot Ani. Por nga çfarë po del në dritë janë qeveria e vërtet në Shqipëri, thot, pasi kanë pasur kontroll dhe akses total në gjitha institucionet e shtetit. A ka bërë ky grup kriminal një grup shteti, vjen një pyetje tjetër. Një tjetër që e ka pseudonimin Paf Puf. Paf Puf i shkruan. Oçani, po nuk ka ra, nuk ra ve këtë herë Ramsi, atëherë duhet të shpallet e miri shqiptarëve, do të thënë ajo që ke thënë kur mbaruan zgjedhjet e 11 majit, më thot mua. Po patjetër, po nuk ra dhe kësaj, e miri bile është pak. Jemi dakord. Ardi Kota, për një orë largoni komunizmin që se kuptuat kaq vite. Prapë kjo Ardi Kota, për një orë e largoni komunizmin që se kuptuat kaq vite. Ardi, përqendrohu ose fli gjumë sot. Në QR kod po shkruan njerëzit. Bravo i qoftë. Beli V 5227, 5725. Duke u nisur nga premisa që politikanët e vjetër shqiptar po goditen gjasmë në mënyrë të çrregullt, për të çorientuar palët e prekura dhe për të mos identifikuar si ideatorët. A mendoni ju që Ergyll Sagasi ishte i përdorur prej tyre si kal troje për të arritur qëllimin final pa konsensun e tij, pra ai s'është palë e antitekstit? E ka shumë të gjatë, Beli, shkurtoje Beli V. Zhdukjen e elitës vjetër dhe nëse të vikohet kjo entitet, kjo mund të qenë zbulimin e liderës së ardhshme në Shqipëri, blerimi. Një farë mënyre e ka të... E kuptove këtë mesazh? Po, që do të thot... Si e kuptove? Jo, e lidh me këtë faktin që cituat pak më lartë tek pyetja që ngritët, që s'paku një farë mënyre po orienton elitat në Shqipëri.
Pra, se kush do të vi dhe si do të përifrazohet një farë mënyrë leadershipi i ri në Shqipëri. Aqif Kopertoni, të jam pseudonime të gjitha atyre njerëzve, Aqif Kopertoni shkruan, te QR kodi shkruan, Oçani, qa duhet të ndodhi të dalësh ti në protest, më thot? Ka dalë Çani në protest. Asnjëherë. Jo. Unë jo kam thënë, po do jo them prapë se në televizion gjërat nuk duhet i thuash vetëm një herë, po nuk i përsëritet, nuk ekzistojnë, se televizioni është eter. Ju kam thënë gjithmonë, në fakt, kam shumë vite që jam 23 vjet që bëj këtë emision, ju kam thënë që unë nuk kam dalë dhe nuk kam dërmend të dalë në protesta, dhe asnjë lloj pale, sepse unë hy te njerëzit, te ata njerëz, të vegjël fare, po të vegjël na kaq ja. Që nuk besoj fare që bota mund të ndryshojë. Pra që njeriu mund të ndryshojë botën. Unë hy te ata njerëz, po të vegjël fare ja kaq ja. Që them që ne vetëm mund të argëtohemi me botën. Edhe kur jemi keq, edhe kur jemi mirë. Pra edhe kur jemi në situatë të vështirë, edhe kur jemi në situatë të luksi. Pra, unë e kam bindje këtë gjë. Po bëhem 60 vjeç dhe vazhdo të kem bindje, mbas e kam gabim. Që unë nuk mendoj dot që njerëzit, pra humanët, mund ndryshojnë botën në kuptimin të ardhmen e tyre. Jo, nuk e kemi ne në dorë të ardhmen. Ne kemi dorë vetëm mënyrën se do silemi në momentet e caktuara. Po ne s'kemi asgjë në dorë, kështu që prandaj nuk dalë për protestë. Është logjik totalisht materialiste, pra materializmi didaktik në shkenca politike justifikon këtë gjë, që do thotë gjithmonë e lidhemi me të prekshmen, me atë, pra edhe unë jam në të njëjtën qasje si kjo që po thoni ju, që unë se kam të materialja. Unë e kam të materialja, që do thotë nuk mendoj që mund ndryshohet bota, por ti thjesht duhet zgjedhësh qasjen për të përfituar atë që ty të duhet për jetën tënde. Dhe duhet zgjedhësh qasjen për të përfituar dhe për të mos bërë dëm një farë mënyre të tjerëve apo shoqërisë. Këtë kemi ne në dorë, por nuk kemi në dorë të bëjmë ndryshime në makro, sepse bota ka funksionuar dhe do të vazhdoj të funksionojë me një qasje ku prevalencë ka diabolizmi dhe ne këtë nuk e ndryshojmë dot. Marsiti, dakord me këtë? Unë kam qëti që jam dakord deri në një farë pike, por i shteti diçka tjetër. Mendja ashtu... Ndërkohë, zotrin shteti digital i Ramsit ka rënë, mund të ringrihet, po këto momente ka rënë. Do shkret aty. Mendja e njeh botën, por mendja mund edhe ta bëj botën. Mendja? E njeh botën, por mendja mund edhe ta bëj botën. Mund ta ndryshojësh puna, se ta bëj është tjetër gjë më. Ta bëj dhe të them çka konteksti, shpreha ta bëj botën. Ta bëj botën është për shembull rendi ligjor që e bën botën. Pra është kaos dhe ti e vendos në një farë kategorizimi. Po mos ketë ligj, nuk ka botë, në kuptimin nuk ka një organizim të shoqërisë. E njëjta gjë blen dhe me infrastrukturat e tjera, që mund të jenë infrastruktura teknologjike, infrastrukturat e ndërtimit, infrastrukturat urbanistike në këtë lloj kuptimi. Unë nuk flas për këtë Marsit. E di për çfarë. Kam shumë më subtile se ka. Ti e ke fjalën e esencën e njeriu dhe të mënyrës perceptimit të tij. Po. Në atë sens nuk ka asgjë të re në ndjer. Kam ftuar tani edhe. Jam dakord. Edhe ti ku i shkret më tha lapaj. Ti ku çam tha do vish tu tha. Do vish dhe ti më tha të bëj bilet, donte të bënte një emision aty. Thashë ti nuk vi dot për protesta i thash. Po ta dish tare jote. Ka dy gjëra, por kjo personale shumë. Po ta dish tare jote rrezon Ramse si ndaj bëj. Jo, fare. Fare më burr, fare, po kam dhënë provë më për të më falur si kam dhënë provë më. Ku bëhesh isha studenti dhjetorit quhet. Unë vetëm studenti dhjetorit si isha, rastisa atje. Gjithë dynja e ikën në protesta në demonstrata, te kam thënë, unë ika në vend tjetër, sa them se ku tani. Në vend tjetër. E kuptova. Domethënë dhe bile shumë ka shok të miq kishte dhe shoqet atje, çuditesh thoshin, ore, ti pse s'vjen asnjëherë? Nuk besoj dot. Ti çoje të vend. Unë mendoj që ka një problem me instrumentalizim. Unë mendoj se i thashë do vini me mua, do bëjmë shumë qef. Nuk besoj dot vëlla. Unë mendoj që ka një problem me instrumentalizimin. Edhe me teatralizimin. Pikrisht, dhe unë nuk besoj të protestat, dhe... Mos, mikë mesazhet. Dhe në përgjithësi të rinjt janë bërë vegla të qoftë të politikës, qoftë edhe ndoshta edhe të ndikimeve të tjera ambasadet ndërkombëtare, kështu që instrumentalizimi mendoj është problemi pse njerëzit nuk bëhen pjesë. Vazhdojmë me të mesazhet e tjera te ky QR kodi që vin. Ana Katerina. Po. Kjo ka zgjedhë emër të bukur shumë, Po. Ana Katerina Perl. A është momenti i propozitën që të filloj protestat? Ledjo të lutem, mundohu të kur të flasësh me çuna, sepse na vjen zëri jot tu shumë nga këto. Nuk e di pse, nuk e di çka ka sot. A është momenti që propozitin që të filloj protesta të dhunshme, se burokracia është arma më e fortë e Ramës me ndërkombëtarët. A duhet që të luftoj që t'ja heqin këtë pozitë? Do flasim pas pak për këtë. Ana Katerina, t'ja fjalën. Dhe Washington Times-i, që do e nxjerrë Ledjo tani, besoj lexova shumë mesazhe apo jo, po do mundohem të lexoj edhe në fund. Janë pa fund më burr. Edhe ka shkruar edhe vetë Edi Rama,
Pra, një tip që pretendon që është Edi Rama, Po mund të jetë dhe Edi Rama. nuk besoj. Nuk besoj, sepse... Në këto momente stresi do ishte gjë më e mirë ta Jo, kalonte nuk besoj. kohën. Ai po do më Do vendoste emrin e tij. nuk do vendosë emrin e tij njëtë ose do më shkruante në mesazh. Po të kishte Barderi do- ka mesazh të bukur. Ha? Barderi ka mesazh të bukur. Barderi nuk po e shoh dot. Ja, aty e ka në ekran. E po se lexo zull e dio se e kam larg ekranin, e kam thënë. Çfarë thot Barderi? Lexojmë Qa Barderin do jetë se duke parë... Qa do jetë duke parë në televizor gruaja ime në dhomën e ndenjes. Unë jam këtu dhe në YouTube duke të ndjekur. Prezent. e marrësh. Barder, që ka interesant, vlla. Barder, po, pas ka e tru në vend, bravo të qoftë. Po na shef në Barderi, po. Bravo i qoftë. Edi Rama shkrua në Arsi. Po në qoftë se Edi Rama, shkruan Edi Rama dhe bën mesazh. Po në qoftë se Edi Rama thotë do të arrit ta shty jetë gjatësinë deri 2028 me shpresën se do të ndrohet krau i pushtetit. A mund të vazhdoj përjetësisht pushtet? Pyetje logjike dhe kjo, ai pret të bjerë Trumpi realisht apo jo? Po. Ha? Po. Me ata e kishte grur, Alexi, Blinken, këta të gjithë i kishte në xhep, të gjithë tha. Kështu që kjo është pyetje interesante, që e bën vetë e drama. Po. E drama falso, ose se me revers të shdof tani në këtë kohë. Andrea Misi thot, a do jetë kusht mbështetja ndaj SPAK për të marrë pushtetin Ramsit? Pra duhet që opozita ta mbështesi SPAK-un hapur, se Berisha ka filluar ndryshoj pak, nuk i thot më SKAP, thot prokuroria. E ka kuptuar që duhet ta shohë. Ka moderuar. Ka kuptuar që duhet ta shohë SPAK-un si instrument të tim politik. Edhe pse është vetë viktimë e tij, do ta E themi. ka moderuar që në momentin që u vendos Brown në krye të SPAK-ut. Dhe kjo ka qenë pragmatizmi, mendoj, Shumë saktë. Por i opozitës në një farë mënyre Të shohim si do jetë. Shiko, nga njërë, në artin e gjetuis, thuhet që është aftësi, kur një predatori sulet një preje tjetër, në momentin që predatori ndjek, kjo pre ta çojë në një tuf tjetër presh, pra do me thënë të kaloj vëmendjen nga vetja tek të tjerët. Nëse Berisha do arrit ta bëjë këtë gjë, do jetë një taktike pa parë politike. Pra, SPAK-u është predatori që po e ndjek. Berisha çfarë bën? Ta lejoj ta ndjekë deri në farë pike dhe ta çojë në një pre më të madhe se sa vetja. Që në këtë rast mund të jetë shteti digjital i Gysit, Ishit tunelet, rrugët e tjerë. ishit shumë dhe jeni pa fund, dhe unë do mundohem të lexoj pastaj në fund fare me Arsin dhe me Marsidin, të lexoj të komentet, sidomos pyetjet tuaja, jo komentet, që keni shkuar te ky QR kodi këtu, që ju e keni skanuar tashmë, keni bërë login dhe keni hyrë atje brenda. Bëjmë një xhiro, Ledio, për t'ju thënë njerëzve që nuk do të fusin çdo lloj zorre që u del përpara në rrugë, duhet të zgjedhin zorrën që fusin në makinën e tyre, se lan nam. Del çek motori. Del çek motori, Marsidi ishte pa parë, më ndihmon të me të çek motori, se unë se them dot. O doni mos dali çek motori, shkoni dhe jemi naftë dhe benzinë vetëm te ky karburant zonja zot. Te OSP Oili, dakord? Që mos ju bëj çek motori. Unë shkoj dhe pi kafe aty, ai shumë pëlqen karburanti, përveç se jeth makinës karburant, pi kafe dhe me Saidin, që është pronari, një djalë i ri, i apasionuar shumë. I ri punës te koka, nga mëngjesi në darkë është i paparë. Për shumë kam qef të shkoj të rrugë Gavajës, po jo e gjeni gjithandej, në blog, gjithandej. Performancë motori brillante dhe jo mban makinën si kur t'jetë e re, edhe po t'keni bërë 100-200.000 kilometra, është perl. Kujdes, mashtruesit janë aq të shumë, sidomos në këtë vend, sa që kujdes ku fusni zorën për makinën tuaj. Vetëm të ESP Oili, bravo ESP Oil, bravo Said, the fuel of champions. Dhe plasit fabula tjetër në ekran, Ledio. Jo më dalë një sekundë, që fabula tjetër në s'kem bërua? Jo, Ledio, jo, se harova unë, një sekundë. Riplas pak fabulën që kishim, se kemi akoma gjëra materiale, nuk do jepim dëm, janë shumë të bukura. Plasit pra fabulën që kishim, Ledio. Vazhdojmë këtu me nga një fjalë tani, do bëjmë një test. Një fjalë Arsi, një fjalë Marsidi. Po. Do e prezentojmë me një fjalë vetëm. Se s'kemi kohë, Marsidi, vati ora 11. Jepi Ledio tani na plas tjetrën, të kalojmë të Arsi direkt. Na plas atë të thuaje, të verave. Atë të verave që thon 3 milion euro, po është shifra e saktë, apo jo çon si ka ishin vera të shtrenjta. Vera të shtrenjta ja ku është një video, normalisht kjo është video që normalisht do ta kem bërë me logjikë, them unë këta të BK-s apo jo. Kur kanë vajt në dhe e bukur është që kjo video është bërë kur, dim që kohën kur është bërë kjo video Marsit. Edhe si u zhdukën verat pastaj? Nuk ka të dhëna, verat ishin në masën e sekuestros. Që donë që mos dalë mikrofon. Kjo video nuk dihet se kur është
kur është bërë. Po dalë më I kanë nxjerrë Berisha si video, paktën unë e kam. Tani pra para sa ditësh. Po, para sa ditësh. Pra nuk është video e vjetër kjo, Jo. është bërë tani. Po kur i kanë shkuar në shpikt pra ky Sagasi, në momentin që doli masa Në arresti. momentin që doli masa arresti dhe bëhet ekzekutimi. Dhe shpin ku e ka ky Sagasi pak a shumë. E dim që kemë ndonjë ide në çmend e ka në Tiranë. Unë nuk e kam një ide. Duhet të jetë në atë. Është periferi masën e Tiranës, sigurimit. duket, është periferi Tiranës, nuk është një qendër. Po, përdesa ka këtë lloj bodrumi vera. Është një tip vile, po duhet të jetë tip vile. Periferi flitej. Periferi, po. Tani, pyetja ime është kjo. Çfarë simbolizon ajo? Jo, pa, le simbolin më burr. Çfarë ndodhi më dha vajti BK-ja? Po, vendosi masë sekuestro, punojësit e mos gaboj të Dhe i ka doganës. thënë doganës? Po, Po ç'pun kishte BK-ja me doganën më? sepse kjo verë duhet të merret në ruajtje në kushtet që i takon dhe duhet të ketë kushte specifike kur merren në ruajtje. Për shembull, këto drograt kur bllokohen kanë magazinë e cila ashtu drejtoria e policisë ka një magazinim të posaçëm, sepse ato ruhen dhe duhet të shërbejnë si provë deri në momentin e azhësimit. Po. Dhe ndryshimi. Dhe këtu mund ta bëj vetëm dogana? Po, përsi duket për këtë lloj vere dhe ose për verat shërbej ka drejtoria e doganave. Po ku i merr Për shkak dogana? se punonjësit e doganës atë ditë kanë qenë jo disponibël, është vendosur që masa do ekzekutohet ditën e nesme, pra do rinin të ruajtur atje, nuk do lëvizishin dhe në një moment tjetër punonjësit e doganës do vinë dhe do merrnin verat. Flitet që kushëriri i Prit, tij. më thonë e ka bërë dogana videon dhe listën e verave. Ka bërë dogana se ka bërë Po, BK-ja. sepse merret masa merret proces verbali. Proces verbal. Tani, pra. se kjo pra është si thuhet më dha, la casse du siècle, thon francezët. Kjo është çmenduria e shekullit. BK-ja e zbulon këtë. Po. Dogana e bën videot. Bën dhe proces verbalin. Bën çdo të dhe të nesmen vera nuk ishte më atje. Nuk ishte sepse flitet që kushëriri i zotit Agasi, konkretisht mos gaboj zoti Eno Agasi, ka marrë verat dhe i ka spostuar në një vend tjetër dhe për Kush e lajmëroi kushëririn? nuk ka të dhëna zyrtare për këtë gjë. Kush e ka lajmëruar ditë që ka bërë kushëriri i tij. Dhe ndaj tij ka Varet kush një ka qenë, kush ka patur informacion që do të BK-ja dhe doganat pra. Atëherë Nga BK-ja rrjedhje informacioni. Nga BK-ja nuk besoj se ka ndonjë rrjedhje. drejt nga doganat. Rrjedhje informacionit brendshëm. Pra, doganat, normalisht, njerëzit e doganave që kanë qenë atje, nuk e sa njerëz kanë qenë, kanë lajmëruar dhe kanë lajmëruar dikë, se s'besoj kanë lajmëruar Enon, Në kushëririn e Agasit. jo, ka qenë mund të lajmëruar edhe bashkëshortin e tij sepse është i martuar, zoti Ergjys Agasi. Ore, doganat normalisht, këtë duhet lajmërojnë, se nuk lajmërojnë familjarët vlla për këtë, se kjo është Patjetër që quhet. jo. Jo, më jo BK-n lajmërojnë, sepse Jo, BK-ja BK-ja bëri, më falni sekond. BK-ja ka hyrë para këtu. po, Dhe ka thirrur doganat. Po. Doganat kanë ardhur, kanë filmuar këtë, po shohim ne. dhe kanë bërë dhe proces verbalin. Bukur. Dhe e kanë thënë dhe BK-s një kopje. Po, Tani, normalisht, me logjik, një tip i doganave, se doganat vana nga qeveria, apo jo? do të kishte bërë ekzekutimin, pra ti merrte të gjitha këto produkte. Jo atë natë, se s'kishe mundësi, po të nesme. Po, pra, atë natë ka ndodhur. Tani, Unë arsi, Sepse tipi- do të ngria një pyetje. Jepi. Si ka mundësi që nuk i kanë transportuar përpara se të vinin për t'i bërë kontrollin e shtëpisë? po kush, po ata nuk e dinin për kontroll. Por po pse rrjedhja e informacionit vjen mbrapa dhe nuk ka ardhur përpara se të Po tregoj që bëhej kontrolli BK-ja tek nuk- shtëpia? nga BK-ja nuk ka Nga logjika çon që nga BK-ja nuk ka dalur prapë. S'mund të jetë nga BK-ja, po. Pra i bishë nga drejtoria e doganave. Nga- Dogana më burr, po si. Ore, po të vetëm një butallan se kupton. Po ti ishte tamam me kapi arsi, po ti ishte nga BK-ja. Do ishte marrë vesh. Po s'do ishte fare vera aty në shtëpi. Patjetër. Pra, BK-ja duket që ka bërë operacion Blitz. Po. Që nuk ashtu, që nuk e prisë njeri. Duket që është tipi i doganave, ka lajmëruar. Tani, ka lajmëruar njeri të fuqishëm. Po. Gjithsesi, po të flasim pak për fenomenin Oçani, se është e tmerrshëm, është arrogancë e jashtëzakonshme, vetëm me ekzistenca e 3 milionë euro, domethënë verë, Tani unë kam debat me ty dhe me Marsitin nëse jeni kundër. Ç'të keq e ka tani që të pish një verë që kushton 30.000 euro, 40.000 euro, 33.000 nuk ka rëndësi fare. S'ka si të keqe, po ka i kod që përcillet kur pihet ajo verë. Ka një? Ka një kod. Çdo më thënë. Kod nuk kupton që ka një narrativ kulturore, nuk është thjesht çështje shihesh gastronomike, pra që unë dua verë shtrenjtë sepse Ore, është, më fal, është vepër penale po të pish verë të shtrenjtë 30.000 në euro? momentin që nuk e justifikon vlerën e Justifikosh saj, vlerën, po. patjetër. Dhe në kushtet e Shqipërisë të pish shishet e verës nga 30-40.000 euro është standard. Pra ju e keni kur nuk justifikohet blerja. Absolutisht, nuk Po jo, justifikohet nuk e keni blerja. kundër, nuk jeni kundër njerëzve që pinë vera të shtrenjta. Absolutisht Ah, jo. dakor. Por Pra edhe Ramsi shket, më nëse është e vërtet që thoshte Benameta e atjere që pinë verë Po prit një 33.000 euro. sekond. Ka një Nëse e fton tjetrit atë. Për mua ka I thotë jo një verë 33.000 euro, nuk ka njëri që ta i thotë skush jo. jo, po këta pse pikërisht ta vendosin ta pinë dhe marrin këtë lloj mase, nëse do mund ta shpjegoj. Si nëse vendosin?
se këta që e marrë në këtë lloj mase dhe e përdorin zakonisht dhe vazhdimësisht. Pra nuk është se e përdorin një herë kur një darkë. Konkretisht zoti Ergyst Agaci, kur i shërben këtë llojin e verës, që është te kjo kantina 3 milionerësh. Çfarë do t'i tregojt njerëzve që ai fton, për shembull, në tavolinë ose personazheve me cilët e pi? Sepse për këtë ka një narrativ pra kulturor. Është respekt, më vera është është respekt, po. Ai bile ndan me tjerë, nuk e pi vetë shkret. Po pse? Ç'a tregon se ka një simbolik? Ka një simbolik këtë po them. Nuk është vetëm jo vetëm arrogancë. Jo, po pritni ta. Jo, po ta tregojnë. Ç'a tregon o Marsit? Zakonisht verat e shtrenjta çani tregojnë pasuri të madhe dhe të qëndrueshme, kontroll mbi kohën dhe mbi burimet dhe e përsinda njerëzve të zakonshëm. Pra pak a shumë si thuash, në shenjat mafioze, sidomos në Italinë e Jugut, pirja verave të tilla të shtrenjta në kupton që unë jam mbi urgjencën dhe mbi mungesën. Pra nuk jam as tek njerëzit që kanë urgjencë në jetë, që i duan gjërat shpejt e shpejt, as nuk janë ata që vuajnë dhe që kanë mungesë e para. Dhe tjetra tregon një pushtet të qëndrueshëm, sepse ajo verë do kohë të fermentohet, do kohë do jetë gjatësi të madhe dhe simbolizon është verë 1920. Po pra po, tregon pushtetin dhe planifikimin e gjatë dhe gjithashtu për personazhe që tentojnë t'i tradhtojnë, tregon akmarrjen dhe vendimarrjen e ftohtë. Thuhet që në Sicili, ndryshe nga Napoli, ata që pinë vera të shtrenjta simbolizojnë që ne nuk veprojmë me nxitim. Pra nëse ti ulesh në një tryezë me një kapo mafios që të ofron një verë goxhat vjetër, 100 vjeçare, 50 vjeçare, ai tregon që nëse ti e thyen, pra se vera simbolizon dhe gjakun për shkak të kristianizmit, sidomos në zonat mafiose. Një histori e tërë është vera, po. Po, tregon që ne nuk veprojmë me nxitim dhe akmarrja do jetë e madhe. Pra, kjo verë me personazhet që është konsumuar, në cilat vetë Zoti Ahmeta ka thënë që ka qenë dhe Rama, tregon një konsolidim të një ortakrije të gjatë, një pushtet paralel të qëndrueshëm në kohë dhe gjithashtu një akmarrje të madhe nëse kjo linjë marrëveshje thyet. Një akmarrje të madhe nëse kjo linjë marrëveshje thyet, që do thotë? Që do thotë që kush do akmerren ndaj kujt? Nëse personazhet për cilën ne po flasim, konkretisht zoti Ergyst Agaci, i cili ka qenë dhe shteti digjital i Ramsit, dhe mund të themi që mund të ketë qenë dhe i dashur i diellës në kuptimin figurativ, ja ka marrë qeverinë nga brenda. Normalisht po. Në qoftë se problemet e tij penale do vinë, do rëndohen, unë mendoj që do ketë pasojë dhe do ketë akmarrje. Po akmarrje ndaj kujt pra? Ndaj vetë pushtetit, ndaj vetë Ramës. Se ti thua që Agaci është kaq i forca që mund të akmerren ndaj Ramsit? Sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Çanë gjithmonë kur dikë e çon cep, qoftë edhe bashkëpunëtori yt më i ngushtë, kur ai s'ka çatumbi më, vetëm gjë që mund të bësh është të sulmoj. Po gjitha njerëzit e tjerë që janë çuar në cep dhe janë burgjeve asnjë nuk është akmarrë. Arben Ahmetaj po? Pavarësisht nuk është burg. A ti quan akmarrje ti? A kështu me fjalë? Po ai është edhe i narrativ. Deklarata. Qartë. Unë mendova për një akmarrje tjetër. Akmarrja tjetër. E kam trurin s'kish fare. Ka na sakadar akoma konti Monte Cristo. Pra ta akmarrjen tjetër. Për mua akmarrja është vetëm ajo konti Monte Cristo, se kupton, tjerat janë lollollo, janë kot, s'kan asnjë vlerë. Po akmarrja deri tani ka qenë goxha relativizuar, nuk ka qenë akmarrje direkte, që themi të shkosh tek plaga. Pra ti e din ku është plaga dhe të akmarrje tredhur quhet kjo, tredhur. Sa i takon simbolikës që thot Marsidi të verës që ndron. Të pashkisisht dakord. A e kanë mentalitetin këta njerëz për të kuptuar këto simbolika që thot Marsidi, pra gjaku, etj. Unë mendoj që kjo është thjesht arrogancë, një pushteti. Jo, unë mendoj që është thjesht arrogancë, një pushteti të dhënë të këtyre individëve që sot përfaqësojnë elitat shqiptare. Pra janë... O Arsi, po pse nuk është whisky ose konjak i shtrenjtë, edhe 100 vjeçar. O Marsi, me qira fjala, ore Ramsi, unë çuditem me Ramsi njëse, Ramsi nuk, për shembull, Ramsi 4, historikisht, me sa di unë, mund të kemë dhe gabim, me korrigjon njerëzit shkruajnë te QR kodi. Ata që ndofta din historitë e Ramsit. Nuk është se mbahet për ndonjë kështu molla, për ndonjë qefli në kuptimin e që do këto pjatat mondane, këto gjërat shumë. Ai vdes për qofte molla. Ramsi, pasioni vetëm, pasioni madh i tij, është qofte vllave, qofte tregu, qofte pazari, jo dhe qofte luksi. Disa sa me qefi hamar. Kam qenë në fundi ku mbeti në emision para shumë viteve, ishte uri i shkreti. Unëm para emisionit, isha në kranu në atë kohë, unëm të kafe, po kafe ati ishtë mbyllur në ato orë, se ishte vonë, mbyllur në ata, i kujton të se ishte hapur, ta qëtanë në gjitha se kam, ishte në fushat. Kjo ma bet 2000, ku ishin zirët e kaluara, 2021, bravo. I dhe shumë, po këtani ishë mbyllur, i dhe shumë, qëtë themun, thiri atë qunin, që e ka gjithmonë, që e ka kështu si bodyguard, shoqëruesi i tha do vesh namash ikme sa qofte. Aq keq më ka ardhur. Nga ato që janë me spangot lidhura? Nuk e di as në lidhura, nuk e di ku i mori Diani, po qofte tregu më por të mbuluara me kështu, më ka vajt, po them pikoj zemra po nga po e shifja.
është kontrasti. Po një sekundë, po e shifja thash vete, si ka mundësi ky njeri, mo, ka gjithçka në dorë. Ka gjithçka në dorë në këtë vend pak. Po, jo vetëm në këtë vend. Kupton, ai ka në dorë të shumë vende të tjera, a? Ku shëram si ka që? Dhe prap thashe vete, autentik mbeti, autentik. Prap do qofte tregu pazari. I kështë sjella i shkreti ja më shëgë a lëngë mua, se janë të mirë ato fatikisht. I kështë sjella i shkreti bashkë me atë të asaj, faljes, në ndoshta po ju bezdis, ju bëftë mirë, të gjithë ju që hani tani, po sepse nga do njerë, dhe kishe dhe kripa të jarësi, kishe dhe këshu rigon. Rigon, gjente dhe me kripa dhe me rigon? Po, dhe ato pak ve hati. Po i pash një hati me, kishe dhe urimë, burthi, ishe gjithë kohë në fushati shkreti. Po vetëm qofte pa buk. Mu këput zemra, po. Pa buk. Pa buk fare më burë. Nuk, jo, buk nuk hante, jo. Sa të buk, vetëm qofte. Po qofte ishim me shumit. Më tha mua, dhe nuk më tha, kësha aq urisa, nuk më tha që do dhe ti ndonjë. Të më ftonte, ishim tavolin tek e tek, pas kishe njerëz tjerë. Dhe nuk më tha të ha dhe ti ndonjë, se normalisht ju thotë për shembull që po çan merr ti ndonjë. Mua ndërkohë unë fakt s'doja të haja, se para emisionit po të hash mbeten këto në dhëmb. Po. Ke parasysh? Mbeten sa gjëra në dhëmb, dhe s'kisha si leja dhëmb, po të ishim punë minuta shoku. Jo vetëm rigonim, ngelato qofteve, ke parasysh? Të mishit grirë. Edhe në fakt, po shifja arsi, po thash vete, ore, pse mos e have unë qofte mua? Po, do ta analizoja kështu. Jo, një sekundë, se kam mbaruar. Më fal. Të kërkoj ndjes. Dhe paf, me dorë unë me lezet, ajo qesja aluminit, e rinte këshu, nuk ishte hapur komplet, do vëthëm. Kërësish, rinte pak si e me lezet, hop, e bura dorën këshu. A i më pa njërë mua këshu, tha, të hajë, do. Jo më joj, tha shumë lere s'vajgjë. Jo më jo ha, tha. Jo më joj, tha shumë duaj që jo. Si mbaroj të gjitha qoftet, më nasit. Primi, ju shikoni kështu dhe si vëm përshtypje. Moj, është zoti, ka 12 vjetë në pushtet, dhe nuk e hequr dorë nga kënaqësitë e vogla të qoftes. Tani, e bra gjithë të gjithë gjatë. Për të thënë, pjerdha i për verën 30.000 euro, a i kënaqet e qoftja. Pra, dhe po t'ja apësh verën 5.000 lek, unë e i bindur që... Dhe pi. Ose se pi fare, ma. Si më ato vira qanë me karton, thotë? Dhe që se kanë dyshuar kote fundit. Industriale. Dhe që se kanë dyshuar kote fundit, ma. Ose është njeri pasaj i këtyre i lëkundive të mëdha, pra do dhe qoftet, këto qoftet e lira, fare, i shijojnë, dhe po një të njeri mund të dojë dhe gjëra shumë të shtrenjta. Ashtu janë njerëzit e natyrës Ramsasit. Janë me disë dy ekstremiteteve. O jetojnë me të vogëlësira të urta, o jetojnë me luksat e mëdha. Jenë vetëm? Po, është tipologjia e liderëve të tillë. Për shembull flitej që Neroni për shembull, siç njësoj desh të ndërtonte edhe herë Roma nga fillimi dhe arriti deri aty sa e dogji, po ashtu bëhej që sharak dhe dilte kur bëheshin koncertet edhe netët e festivalit, i deur tap dhe kërcente dhe bëj vetë një aktor i cirkulatorëve. Ai sa thuaj që gjithë turma qeshte. Perë, pa parë. Pushteti është kontrasti, Çani. Pushteti nuk e eviton edhe pjesën e kontrastit. Më sikur të bjerë kjo arsi, sikur ta heqin zvarë të shkretin, që janë ata grinkot nga mbrapa dhe e kanë vendosur. Do na marri malli për Ramsin o arsi. Ma thuaj shumë ana njerëzore. Mendoj që po, popullin ton po. I ka dhënë 83 mandate. Jemi në pikën kur publiku shqiptar, shoqëria shqiptar, ka votuar me 83 mandate Partinë Socialiste dhe Ramën. Dhe nostalgjia, publiku jonë ka treguar që edhe për 45 vite komunizëm ne sot kemi nostalgji. Ne kemi një parti që është parti komuniste. Një farë mënyrë, do të ka akoma idhtar edhe njerëz që ka nostalgji, po patjetër. Sepse Ramti më shumë akoma. Patjetër që akoma më shumë. Atëre nga kjo që tha Arsi o Marsit. Po. Ta bëjmë bisedën sa më të thjeshtë, ndryshe nuk ka kuptim. Atëherë ky duhet të luftojë që mos e rrëzojnë plak. Ky duhet të luftojë me të gjitha mjetet. Je dakord me mua apo jo? Jam dakord që duhet të luftojë me të gjitha mjetet. Pra pyetja rishtrohet kur do arrestojë Ramsi Spakun. Kjo është pyetja. Mendoj që nëse ania që do dalin deri ta por deri në muajin shkurt mars ishte. Po. Nëse arrin që t'i mbjetoj fortunës dhe fortuna mos e përplasi me shkëmbit, do kemi të bëjmë me zhbërjen e Spakut. Unë e shikoj të vështirë. Mendoj që zgjidhja që mund të tentoj Rama është që bëj një lloj remie, siç është lojën e shahut. Remi. As shans. Mbreti vendoset me torën dhe tora del para tij, në kuptimin që mund vendoset një kryeministër i dobët, si pjesë e lëshimit të tij, jo pra jo qeveri teknike, po zëvendësimi i pushtetit të tij dhe vetë kaloi president, gjë që ka më pak kompetenca dhe është. Kjo muhabet 2020? 2027 e shikoj të mundshëm. 2027?
Po, ai... Në 2027 Spaku nuk është më funksional. Duhet të rinovohet mandati i prokurorëve. Po do rinovohet, po nuk e do e ketë funksionalitetin që ka sot. Edhe fuqinë e veprimit. Jo, mi thjesht ndryshojnë prokurorët. Sepse njofja me dosen, thot. Njofja me dosen. Ti thua do bjerë. Pra patjetër, do bie tempi. Dhe jemi në pikën që nëse deri në 2027 arrin ta shty në këtë formë. Kam bjetuar. Patjetër, deri në 2029-2030 po. Unë dyshoj këtë gjë që Rama, edhe kur mos jetë në skenë, do jetë në skenë një lloj forme tjetër, sepse do bëj diçka që do i thotë njerëzve dini ku do më gjeni. Pra nuk mund të rri dot jashtë vëmendjes. Pra edhe po mos jetë kryeministër, edhe nëse Gringo do detyrojnë që të bëjnë marrëveshje që i largohen nga pushteti. Unë këtu besoj. Një lloj forme tjetër. Mund bëhet për shembull mund bëhet one man show. Domethënë që mund bëhet ose edhe si quhet këta që të ngrejnë këtë vetbesimin, motivues. Mund bëhet një motivues shumë i mirë. Por ka një alibi që thuhet që mund të ketë ndryshim kushtetues dhe të bëhet president. Patjetër, ajo është, po pra, po si. Unë thash, a do mbijetoj tani. Rama se motivues shumë i mirë mund të jetë një ditë. Ka qa tregon dhe ka si të bind. Ai shikoj i bën influencer do thuash. Po pra sepse ai ka hipnozën. Janë një stad më lart se influencer. Ja si këta pastorë që dalin në skenë. Stadiume sepse hipnozën e ka Rama, po ta vesh re. Tu ndërkombëtarëve i bën hipnozë pa parë. E ke vënë si flet Macroni, e di si ku e ka vllat madh. Po, e kemi thënë. Ose po ta vesh re për shembull kjo Marta Koz. Edhe kjo që Mogherini... Si i paloski këta amar, si digiti me që mënyrë? Femrave ka dhe sharmin. E duan femrat, da? Nese se ikëm nga jo, ikëm nga... Me gjithë se nuk ikëm fare, jo, se shtet digital i Ramsit. Kjo është bërë shteti digital, brenda temës. Olta Gjashka në ediktët e hipnozës, po nuk do e bëjmë sot. Dakor, armiqve për i bënd një hipnozë më të Do e lëm në fund vitit të? Do e lëm da 30, lutem? Dëgjo, Olta Gjashka ishe sot në SPAK. Një koment vetëm me 2 fjalë. La Emile mi keqë, apo së plas fare, Arsi? Pas tyre që ndodhin, thuaj kjo është... Jam neutrale. Do këtë qenë për to punat e ushtrisë? Unë mendoj që është lajmë shumë i mirë. Lajmë i mirë? Po. Vazhdojmë, Ledjo. Vazhdojmë, Ledjo. Ik nga Gjashka, gjithmonë të kjo fabula e parë që kemi. Ik nga Gjashka, Ledjo, kalo të kë... Qa kemi tjetër? Shpejt. Kemi dhe një sinkron të Rajt Reshit. Si? Kemi dhe një sinkron të Rajt Reshit. Gazetarit italian. Është e bukura, ja se shtoshte, po, pa komente, po më shikoni shtoshte e Ramsi një vit më parë, duket? Rreth një vit ka kjo. Po, në të shofë. Rreth një vit Rajt Reshit të kjo dokumentari që bëri për që erdi këtu. Më pak se një vit. Po, disa muaj. Ja se shtoshte... E qenë Berisha në Areshpia. Ja si reagonte pas pyetjes që i bëri gazetari italian për këtë Ergus Agasi. Ja t'i gjoni, Perl. Un dettaglio specifico nella figura di Ergus Agasi. Cioè Ergus Agasi sarebbe un po' il suo referente che gestisce rapporti... Ma scusa, ma come possiamo noi fare una intervista? Lei rappresenta un programma di grande fama in Italia per aver fatto anche delle inchieste che poi hanno portato a delle diciamo, scoperte clamorose, servizio pubblico. Io sono il primo ministro dell'Albania e noi qui portiamo a questo livello bassissimo e parliamo di persone, cioè prendiamo dei nomi di persone che non sono neanche presenti, che non hanno neanche diritto di risposta e li prendiamo così, persone che sono nella loro vita, ma non è possibile. Faccio la domanda, lei può rispondere? No, dico non è possibile. La risposta può essere convincente. No, cioè... ma non è possibile, la risposta mia è questa. Cioè non è servizio pubblico prendere i nomi di persone che sono nella loro vita, che sono nel loro lavoro e che non hanno niente a che fare con il vostro lavoro, con il mio lavoro, che è un lavoro pesante, dobbiamo veramente parlare di cose pesanti, e poi diventano dei target. Però anche i media albanesi parlano di Agasi come un uomo ombra del suo potere, così o no? Ma scusa, ma i media albanesi non fanno differenza, cioè io tra Report e la sua, diciamo, controparte in Albania, io scelgo il Report, cioè il schifo di Report per me è miele, paragonato al schifo della vostra controparte qui in Albania. E dëgjuat besoj. Ramsi shtoshte para disa muajsh, edhe Ramsi shto tani. Tani sot asgjaj për të gysin. Pa atëre e si flise. Pse më pëllë me jetë në njerëz, a ishtë punë të vetë, andë i këte në biznesën e vetë e kështu. Pra një lloj avokatie.
Ta themi pa mbulesa. Sepse nuk e dinte. Ja një sekundë para se të regoj të librin e Arsit, e Arsejda Gjylit, Dhimbja kërkon shenjë të ri, me poezi, filozofike apo jo? Filozofike. Ledio, që kemi tjetër të lutem para se ta mbyllim emisionin? Jo, kemi. S'kemi asnjë tjetër? Jo, më kemi, ja, shifini këto memet. Do ecësh në jetë. Është ke faqja do ecësh në jetë që bën meme, pastaj është shumë interesant. Ti përshëndesim. Lexoj që Ledio se mua mbie fiks projektori i dritave mbi atje. Babe birë, më duket se kam dalë te kamerat e Gysit. Ata hall kam dhe unë. Inshallah kalojmë lehtë. Është ky aktori si e ka emrin ky, harroj gjithmonë. Pirati e Karaibeve. Johnny Depp i papar, po. Po tjetra Ledio, se është i tjetër më duket. Ke këtë një po kjo tjetra çfarë është, lexoj? Kam dalë te kamerat e Gysit. Kush e thotë? E thotë në vesh çuni i babait. Jo. Është tjetër. Është sken tjetër kjo. E dashura, janë në momentin e seksit. Se kuptoj mirë Ledio. Është moment O para o midis janë. Janë o para o midis. Edhe rënqethet mishi. E foto poshtë është rënqethje mishit. Janë ngrit qimet. Se kuptoj mirë drejt që me kam shumë larg. E di çfarë kujton mua kjo, me ngjarjen kontekstin, drejtoresha e Akshit, në varësi të qelizës telefonike dhe të vendodhjes lokacionit, të numrit që ka pasur në përdorim. Hajde këtu Ledio. Edhe të po ashtu të kamerave, ka dalë që e ka takuar disa herë zotin Ergjus Agasin në zyrën e tij. Tani, imagjino drejtoresha një nga drejtorive dhe institucioneve më të rëndësishme që ka të bëjë me sigurinë, me dhënat e tjera, shkon dhe takon një nga operatorët ekonomik që haruam ta themi këtë. Marrin pjesë në tendra. Jo te kjo Ledio, hajde këtu. Dhe cila është pjesa shqetësuese, që del dhe thotë unë nuk e kam takuar për raporte pune, po e kam takuar për raporte miqësore se e kam ikë. Tani, kur e ka thënë këtë? E ka thënë një nga këto ditë, një nga gazetarët që ka marrë të dhënat e deponimit saj. Pra kur e shpyetur për këtë pjesë, ta që nxjerrin të dhënat që kanë burim, ka thënë që kjo ka qenë deklarata e saj në lidhje. Ajo ka heqë njëri nga punët i ka thënë e bëra për respekt për ty. Po, është ishin respektin ndaj teje. Gjithashtu kishte edhe këtë, po te kamerat e filmimit. Ideja ashtu, çdo lloj drejtuesi ka një formular që quhet formulari i konfliktit të interesit, ku ka procedura prokurimi, ose ku ka të bëjë gjithashtu dhe me pjesëmarrjen qoftë në komisionin e vlerësimit të ofertave, qoftë në drejtorinë e standardeve, dokumentave dhe standardeve të tenderit, që qartohen kriteret për fituesin. Tani, në këto momente kur ky operator ekonomik, se kështu duhet ta cilësojmë, tash në momentin që ka qenë palësh operator ekonomik, dhe ajo që është titullar e institucionit, i cili shpall tenderin, kanë këtë afrimitet, tu bie çdo dyshim në lidhje me shkeljen e babarazisë, ose qoftë edhe me vepër më të rëndë, korrupsion aktiv dhe pasiv, thjesht duhet faktohet mi dhënia dhe mi tmarrja, pra dhënia e parave. Por krijon dyshime të arsyeshme. Dhe unë them që do kemi dhe zhvillime të reja, nga prova dhe fakte të reja që do dalin. Pra nuk do kufizohen vetëm te këto fakte, dhe vetëm te këto figura veprash penale që janë ngritur deri më sot. Sot Mirlinda Kaçanaj, që ishte drejtoresha e Akshit, është akoma fatikisht. Vazhdon të jetë, po nuk e shkarkon ky. Zoti nuk e shkarkon këtë. Megjithëse ajo është në arrest shtëpie. Jo, e di pse si s'pe shkarkon më, se po të ishte situatë do i shkarkonte. Sot Rama ka kuptuar që delegoi sot ajo pra. Deleguar. Pra e ka deleguar. Te një varës. Sot Rama ka kuptuar që sa më shumë rrethimi i afrohet kështjellës së tij. Fakti që ti lëshoj njerëzit siç bënte dikur që drejtësia të bëj punën e saj, kush jam unë që gjykoj drejtësinë, ne prandaj dham shpatën dorë drejtësisë, ka kuptuar që duke u shkurtuar gjitha degët e pemës, ngel vetëm trungu që është vetë ai. Dhe nëse lëshon të gjithë këta, nuk do ketë më kusht ta mbrojë ose kusht të dalin në krah për të bërë luftën me Spakun dhe me BKH-n. Kështu që si tek rasti në fjalë, si tek rastet e tjera që kemi, konkretisht vendos kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë, do duhet t'i mbrojë dhe do duhet të bëhet palë në mbrojtjen e tyre sepse nuk do ketë më bashkëftar në ditët e nesërme. Ka dhe një fakt interesant të kjo çështje që zonja ka qenë në funksion që në 2013-ën. Po flasim për një periudhë më të gjatë në historinë e shtetit. Ke takuar ndonjëherë? Jo, nuk e kam takuar asnjëherë, por më bëri përshtypje që ka kaluar 4 mandate, aq edhe vetë zoti Rama, pra dhe bashkëpunimi. Si shpjegon ti genialitetin? Është gjeni kjo që e ka mbajtur kaq gjatë këtu në pushtet? Jo, se është konsistenca, mendoj konsistenca, lidhje me ngjarjet edhe fakti që pas ka patur gjithë këto implikime të rrezikshme në një farë mënyre dhe lëvizja e leadershipit. Ka qenë bashkim duket apo jo? Ka punuar bashkim me Ramsin kjo. Mbase.
Jo, është e sigurt kjo. Po, ka qenë që në kohën e Po ka qenë, po ka pasur një post jo shumë të lartë. Në përgjithësi, personat që i ka patur në bashki, kryeministri Rama i ka mbajtur. Siç është Zonja Manastirliu edhe shumë të tjerë. Do të thënë janë ato më besnikët e tij që i ka. Po Balluku e të gjithë. Po, Sajmer Tahiri në lëshojnë në farë mënyrë, ndërsa zonja përfaqëson një institucion që dhe këto implikime e bëjnë edhe më të vështirë për ta lëshuar, duke qenë se ajo është memoria dhe historiku, po flasim për 12 vite memorie. Nuk mund ta lëshojnë në këtë moment zonjën në fjalë. Dhe është për t'u habitur për faktin që zoti Rama është quar për ndryshime të vazhdueshme të funksionarëve që nga ministrat, nga zëvendësministrat, madje ka ministra që nuk e kanë bërë asnjë vit në krye të detyrës. Dhe është shumë për t'u habitur që një funksionare pas ka rezistuar një farë mënyre ka gjatë në qeverisje. Po ti si politologe, po edhe si zonjë, kemi të bëjmë një zonjë tjetër atje, që duhet jetë pak a shumë... A sensibilizohet? Jo, e ka vjanën, jo, nuk duhet të bëjë të pyetje, se është pyetje më shumë për këto, për feministet boshe. Feminizmi është gjëja më fikë. Arsi nuk është duke të fare. Jo, nuk jam fare... Arsi nuk është në atë linjë fare. Si jam fare në atë linjë, duke qenë se femrat janë armikët më të mëdhaja të njëra tjetër. Njëra tjetër, po pra. Ti kujt ja vë këtë lloj besnikërie, ose këtë lloj gjatësie të zonjës Karçanaj? Kompromisit. Ka ditë të bëj kompromis? Patjetër që po. Sepse të rezistosh 12 vite në atë pozicion, me gjithë të presion, me gjithë këto dille dhe me gjithë të fsheta që ka patur mbrapa në dritë hije, për mua është thjesht kompromisi. Nuk mendoj ndonjë aftësie veçantë. Po të tjetë besnikërie për parë? Patjetër të besnikëria, por kompromisi është gjëja e parë, duke qenë se ne... Kompromis me këmi, me kë ka bërë kompromis kjo? Me të gjithë palët, me aktorët, po flasim këtu për pabarazin tender, apo jo? Te kjo pikë jemi. Ajo në akuzën e saj, akuzën kryesore ka shkeljen parazisë në tendra, po gjithashtu dyshohet që ka pasur deni dhe ka qenë përfshirë në grupin kriminal i cili ka bërë dheqjen e lirisë të paligjshme të zotit. Dyshohet? Po, sepse vjen djeni në kohë reale në lidhje me situatën si po shkonte dhe gjithashtu flitej që kanë pasur akses dhe në Komisionin e Programeve Publike. Nuk më kujtoj të emri, por ka qenë dhe një person i cili ka qenë funksionin e specialistit a diçka më lartë, me cilin bani komunikim që duro prit se tash do vi heqa dorë nga... Arsi, vetëm një sekundë, do të më falë se do të bëjmë gjithë që është drejtoresh, ka qenë dini çdo situatë sepse në fund është titullar i institucionit që bën lidhjen e kontratës. Do vi prapë. Bëj një xhiro Arsi, të lutem, deri në do rrive pak minuta, pak sekonda. Bëjmë xhiron Çilek, Ledjo, urgjent, se të duhet të kujtojmë të gjithëve që Çileku është nona për sa i përket dhomave të kalamajve, të bebeve, të fëmijëve, të rinjve domethënë. Qëse keni tani është momenti për të shkuar atje, sepse keni çmime të papara. Dhe kujdes, janë të gjitha mobilje të certifikuara te Çileku, zonja zotrin. Çileku është bërë gjithçka 30% deri në 31 vjetor, nxitoni. Mobilje për bebe, fëmijë të rinj me dizajne funksionale, moderne dhe mbi të gjitha të sigurta. Mobiljet janë certifikuar, rezistente, janë materiale shumë të forta ndaj goditjeve dhe nuk i ndryshon ngjyra në vite. Menteshat dhe shinat e pavdekshme sepse janë blum dhe titus, kujdes. Janë të mirë organizuara që të magazinor sa më shumë rroba, janë të sigurta për kalamajt, pa materiale toksike apo të dëmshme. Te Çilek ju do të gjeni krevate për fëmijë, për bebe, krevate marinare, dollape, rafte, tavolina studimit, komodë, dhoma gjumi, gjithçka, stile ngjyra ndryshme. Vëmendje, deri në 31 vjetor, gjithçka me 30% ulje, po gjithçka. Buni të zgjuar dhe mos u mbisni këtë mundësi. Ku e gjeni Çilekun, do thoni ju, shfarë e thjesht, ose përballë Deliorgjit rruga Vajës, ose te qendra Presdishon, qendra tregtare Presdishon në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12, ose online te çilek.al, ose në Instagram te Çilek Albania, shfarë e thjesht. Çilek mobilje për bebe, familje të rinj. Çileku është në mbi 100 shtete, është brend ndërkombëtar. Nxitoni, tani është momenti. Rikthehemi dhe pak rreth kjo fabul dhe e mbyllim emisionin, se nuk duhet janë ndërprisja në mes fjalën Arsit. Arsi, çfarë do thoshje për këtë mirëlindjen? Do të thoya që zoti Giron Meçe nuk ishte fitues si konkurrues, duke qenë se në një farë mënyre ai është pretenduar si fitues dhe pastaj është ushtruar presion në mënyrë të tillë që tërheqja ankimimin, më thon mua. Po e vërtetë është. Jo sepse ai ka qenë fitues i tendrit realistë. Pra ai ka qenë në konkurrim,
Dhe duke qenë se ka qenë një farë mënyrë e pretenduar si oferta më e mirë, janë ushtruar presion pastaj për ta tërhequr... Para se të shpallej tender. Para se të shpallej tender. Ka qenë para shpalljes. Ka ndodhur për para shpalljes. Që jemi në këtë situatë. Dhe kjo është presion i hapur, dhe ky lloj presioni, patjetër që është një nga akuzat më të rënda dhe fakti që hetohet si një farë mënyrë grupi strukturuar kriminal e rëndon akoma më shumë ngjarjen, sepse të hetohesh si një zyrtar i korruptuar është tjetër gjë dhe të hetohesh si grupi strukturuar kriminal është një nga format më të rënda. Kjo rëndon akoma më shumë situatën, domethënë. Ars, nuk e di, ama gjithë këtë që duhet lexoja unë në fund, për shefin tënd nga libri jot? Kjo është në treg tani Do dhe të lexosh Lugatin? është i gjatë? Jo. Jo, për punë kohë televizive e kam, se kam problem, lexoj po të jetë i gjatë. Ta gjej atë. Ma gjeçi Lugatin para se ndahemi. Marsit vjen mesazh thotë mos e quaj zotin Rams. Mos e quaj zot Ramsin, i vetmi zot është Hashemi. Janë dakord, në thashë zoti Hashemi, për ata që nuk e dinë, Marsit, rrjedh nga religioni që i përket ideologjisë izraelite. jo ideologjisë. Tash po e them ideologjisë në kuptimin e krenarisë se kanë ata po. Hashemi thon zotit hebrejt. Po. E quhen Hashem. Po, Hashem. Bukur. Dale o Arsi. Lezetshme, pa para. Ideologjisë sepse është edhe çështje e krenarie, prandaj themi ideologji. Ka kontekst. Ka kontekst. Shimë çfarë do të mbyllim sot. Jepi. Le di para një me çfarë do të mbyllim sot emisionin, me çfarë klipi? Se dua ta di, para se të ikim. Me shokun ton afrikan. Me shokun afrikan, po ta shohvi dhe Arsi. E kam parë. E ka parë? Perla. Shperl. Po shumë aktual ai. E kam thënë dhe në një studio televizive, e kam cituar për zotin. Po dëgjoj, kur shef atë, të shkon mendje direkt te kush? Direkt. Te Ramsi i madh. Te politika shqiptare. Ja çka shkruar Arselda Gjyli, shkurt Arsi si shprehin ne këtu, erdhi tek një nga poezit, është filozofi ky libër nga botimet Toena, libër me poezi që ka dalë tani, ishte në Panajir. Është bestseller në Panajirin e librit 28 tek shtëpia botuese Toena dhe është nga librat shqiptar ka qenë libri i parë. Vërtet? I shitur tek Toena, po. Po sa, mund ta themi numrin e shitjeve jo? Me qindra. Vërtet? Po. Dhe jashtë çdo lloj parashikimi, autore e re dhe libër me poezi është pak çudi për shoqërinë shqiptare, por jashtë ndodhi. Po ku mund të gjeni njerëz tani me që jemi këtu? Tek Adrioni dhe tek librerit e tjera. Por gjithë ju të dashuruar. Tek Toena online. Të apasionuarit e poezisë, mund ta gjeni, mund ta merrni për qefin tuaj librin e Arsit. E gjeni ose te Adrioni ose tek Arsila? Toena online. Toena online. A mund ta blini dhe atje? Po, patjetër. Dakor. Me qira fjala tani unë do lexoj Lugatin. Ma sugjeroj vetë Arsi, Lugatin, me që ka një kontekst politik. E ke thënë pra, kur e vjetra ka vdekur dhe e reja s'po lindot, na qeverisin Lugatët ose përbinqët. Ma hoqë se kësha në mund të lexoj mbrapa. Ja se shkuan Arsi. Erdhi mjeri Lugat, që me natë, dhe është të vëtmeron të ashtu si në ato vjetë, kur qesh e njom dhe e vërtet. Kur qesh, kur isha. Kur zemra që naive dhe ndjertë, shpirti jo i helmt, pa as një të met. Sot e përcolla, Lugat. Lugat qesh. Lugat qesh bërë vetë. Që më bërë me këti qesh, tani se unë Po qesh. qesh, po të është një sekundë gjuha. tani, një sekundë, se kjo ishte, së unë së nga qëtë, kjo ishte si provë. Ka lezët të mamë se njëri s'kuptuan gjë. Po do të komentojmë. Marsit, erdi Lugati, apostrof i. Erdh i mjeri Lugat. Sa për ka shkujt, erdh i mjeri Lugat. Jo, erdhi i mjeri. E ka hequr një ije, kuptonë, është bravo, shumë bukur Arsi. Erdhi i mjeri Lugat, që me natë, deshtë të më të meronte, ashtu si në ato vjetë, ashtu si dikur do me thëmë. Kur qesh e njom dhe e vërtet, pra kur isha e njom dhe e vërtet. Një sot që... Kur zemra që naive dhe ndjertë, Patjetër. shpirti jo i helmt, pa as një të met. Sot e përcolla, thot Arsi. Lugat që është bërë vetë. E buva. Pyta. Bravo. Bravo Arsi, paparje. Faleminderit. Do më lësh mua këtë libër? Patjetër. Po do bësh një autograf? Po, patjetër. Pastaj. Me qëra fjala, u kënaqja sot e Marsitin dhe me... U kënaqja dhe ju shumë. Bravo ju qoftë që kemi shkuar, unë do lexoj mesazhet tani tuaja, mundësisht lëni emrin tuaj, të bëhemi miq.
Dhe ai QR kodi që Ledio nxjerr në ekran, bëni një login dhe çoni pyetje. Nxjerrë edhe një Ledio para se ikim po. Mos u lëviz ashtu ti vllai, mos më lëviz ashtu me atë kamerë, të lutem. Desha t'ju njoftoj të gjithëve që ky emision do mbaron sot, po do rifilloj nesër në orën 10 darkës. Ndërkohë, ja ku janë. Ja, kjo është faqja e QR kodit që ju shikoni në ekran, bëni një skanim, një login dhe jepni dhe lini pyetjet tuaja atje. Të paparjeni. Do kënaqemi këtu te ky QR kodi. Ju lexoj me shumë qejf sepse është shumë e qartë se sa në për mesazhe WhatsApp dhe këto budalliqet, që është shumë e vështirë për t'ju identifikuar. Këtu jeni shumë lezetshëm. Bravo ju qoftë. Se për pak më mori marsiti që parë. Kur e vjetra po vdes dhe e reja nuk po lind dot, na qeverisim përbindshat. Shikoni mikun ton afrikan dhe bëni asociacionin. Me ku ju ngjason? Ja, shikoni. Ja, shikoni. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not